Miq Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Shqipëria Live. Do të jemi së bashku në 2 orët në vijim, ku sigurisht do të flasim për atë që ndoqët më herët e që besoj janë pamjet më virale të momentit, kudo në media, rrjete sociale, video që vinë nga Irani e tregojnë pamje protestash masive, por mbi të gjitha tregojnë një lloj revolte sa i takon regjimit atje. Po për këtë do të flasim në vijim. Fillimisht do ndalemi në një ngjarje të ndodhur në Fier. Bëhet fjalë pikërisht për në fshatin Çakran të Fierit, aty ku babë e bir janë dhunuar nga një familje. Kjo për shkak se i biri ka bërë një like dhe koment në Facebook një bashkëfshatareje të zonës. Për ta qartësuar, bëhet fjalë për Altin Meçaj dhe babain e tij Ylli Meçaj, të cilët janë dhunuar mbrëmjen e 10 janarit në Çakran të Fierit. E kjo ka ndodhur pasi 46 vjeçari ka bërë një koment në Facebook një bashkëfshatareje që sipas tij është motra e një punonjësi policie në komisariatin e Fierit. Ndërkohë babai i tij 80 vjeçar po ashtu është dhunuar siç u thash më herët, teksa Altini ishte emigrant në Gjermani dhe se në këtë ngjarje kërkon drejtësi. Sipas asaj që të paktën është arritur të sigurohet deri tani, duket se situata vijon të jetë e rëndë për ta, të cilët vijojnë të gjenden prej ditësh në spitalin e Fierit. Ne do të shkojmë në një lidhje direkte pikërisht aty për të kuptuar nëse vërtet bëhet fjalë vetëm për diçka të këtij lloji, pra vetëm një koment në Facebook ose jo. Do doja ti përshëndesja të dy, e di që janë në gjendje të rëndë dhe jam mirënjohëse që kanë gjetur forcën dhe fuqinë të jenë në Shqipëria Live. Të përshëndes Altin, mirëdita. Mirëdita. Jam korrekte kur them që ju keni qenë në Gjermani apo jo? Jeni emigrant atje? Po. Dhe prej sa kohësh gjendeni në Fier, në Shqipëri? Prej 20 ditësh. Prej 20 ditësh. Diçka më tepër nga 20 ditë. Ke ardhur për festa? Në Shqipëri kam mbi 20 ditë, 22 ditë, diçka e tillë. Ke ardhur për festa? Po. Tani, ajo që qarkullon në media është se gjitha ka ndodhur për shkak të një lajku apo komenti që ke bërë në Facebook. Na bën dot një sqarim se për kë bëhet fjalë, a ka ndodhur vërtet kështu dhe çfarë njohje kishe me këtë vajzën? Kjo vajza është një vajzë e fshatit tim. Dhe unë thjesht e kam komplimentuar dhe nuk ka asnjë gjë tjetër përveç kësaj. Për arsye se unë atë gocë e respektoj, kemi dhe diferencë moshe, ajo është e martuar, ka 2 fëmijë, ka familje të lumtur, është në rregull, punon në Itali. Okej, e kuptoj që je pak i rënduar. Mund të flasësh ngadalë, se është okej. Okej, nëse Altini nuk është mirë dhe nuk e vijon dot bisedën, nuk ka problem. Vetëm na thuaj nëse nuk je okej, sepse nuk mbushim dot me frymën. Okej, merr kohën tënde, nuk ka problem. Thjesht doja të dija pak a shumë se si e njeh këtë vajzë nga më herët, por nëse dëshiron mund ta vijë bisedën me babain, i cili është në një gjendje pak më okej dhe nëse do jesh në gjendje të tillë rikthehem përsëri tek ti. Okej. Do doja të pyesja pak Ylli Meçaj, të cilin e përshëndes dhe e falenderoj shumë sepse e di që është edhe në moshë të madhe dhe është vendosur pak në pozitë në gjithë këtë situatë. Ylli, mirëdita, uroj të jeni mirë, e di që ka qenë një ngjarje e vështirë për ju dhe familjen tuaj, po të paktën nga ajo që ju dini, çfarë njohje kishte Altini me këtë vajzën? Nuk e di fare unë se një fare as vajzën në djalin me. Ata të djalin që ka bërë lafën ti. Se da mo të re, unë po ja unë me pa. Ajo është që nga e martuar, është në Itali, pas ka fëmijë, me familje të rregull. Neve me këtë lloj, me këtë familje në Itali, kemi shkuar jashtëzakonisht mirë, s'kemi pasur asnjë problem. Unë njerë nuk njoh për vete time asnjë problem, as në fshat, as me një, nuk njoh policie, nuk njoh gjykate, nuk njoh asnjë gjë, fare. Jam njeri, kam qenë njeri punëtor, bile shumë punëtor, njeri thjesht i ndershëm në shtëpinë time. Edhe fëmijët i kam deri tash. Bile më çoj jam, më ka shqetësuar aq shumë sa mirë të futem në mëve. Po pse mendon që ndodhi kjo? Nuk e di. Nuk e di, ai po e shpjegoni, ju shikoni tash, nëse është faj për të dënuar, nëse është për drejtësi, jep drejtësi.
Po çfarë ndodhi? Ku ishit kur u përplasët me ta dhe çfarë ju thanë? Unë isha në gjumë, more. Isha në gjumë. Edhe djali vjen nuk e ndjeva djali kur erdhi, ishte ora rreth 10 dhe gjithë ishte. Unë ndjeva vetëm bile gruaja më tha i thirrën djalit tha o Alpin, se ku që i thirri, po ngreu. Edhe unë grita, nga 3 vati, deri te dera që do dilja unë, rreth 4-5 hapa. 4 hapa, po 5 hapa. Edhe po dilja, po ishte terrë se dritat u fikën asko, se kishin fikur dritat te sadi ata atje porte, te porte madhe që vinja. Edhe duke dalë aty, dëgjova bërtitëve në djalit. Edhe pëdum. Atëhere, i rash përsi përse po e qëllonin me shpema e po e njështë kështu, me shkem. I rash përsi për djalit, me qëllim edhe për tash pëtuar dhe duke përtitur unë vetë. Unë e gruaja ishi vetëm, s'kishin një i tjetër, per bite. Qa të thejmë, latë varri nuk ka, me një date. Më qëlluan mua pasaj në fund. Më qëlluan fort shumë, sa u lava në gjakë. Po, nuk humën dhja. Edhe iku, largua personi. Po çfarë thoshin? Si e kuptuat që kishin lidhje me këtë vajzën? Apo janë vlezrit e saj? Njeri në këta, që thot në djali, ishë vuaj saj. Këna vuaj saj, unë se njohën, nuk e di fare, janë një cësi. A janë të zonës suaj këta? Ne fshatarve. I njihni? Fshatarve, ne kemi tire kafe, kemi për të mire, për të keqe, një në tjade, që kjo? Më do të jepë një sejtë të vogël. Po, Altin, sa të mundesh mos u sforco? Edhe njerë, ju falenderoj që dërguat një dhe erdhe deri këtu interesuat. Unë i kam bërë, si që po flisim shparë, i kam bërë një like disa herë kësaj gocës, edhe një koment, dhe në të shtunë në mbrëmje, në orën 9, kam marrë një mesazh nga vllai i saj, Fredi Lamaj, në Messenger, ku më thot, nuk e di me keje pleksur, më thot edhe disa sharje të tjera që vjen turptip. Po, dhe unë i dërgoj një mesazh, ja kthej, i them që nuk e pse më shan, më ofendon, motra jote nuk është e vogël, është e madhe. Në rast ajo ndihet keq, mund të thotë, të lutem Altin, mos më dërgo me, ose më blokon, ose ku di unë. Gjithsesi, ne mund të takojmë, pim kafe, sqarojmë. Unë mendoja se unë mbyll këtu. Nuk mendoja se mbas 2 orësh ai do vinte, të kalonte në banesën time, pa asnjë lloj të drejte, dhe në derë të shtëpisë të më bënte mua për spital, të qëllonte dhe baban tim. Ku tek dera e shtëpisë, mbasi fikën dritat një operacion policor ky. Erdhi te dera e shtëpisë dhe më thiri në emër dola jashtë, duke me fikur njerë dritat andej që mos ke mundësi ta shikoj. Sa veta ishin? Dhe më përsëri të njëjtat fjalë, të paktën 3 veta. Më përsëri të njëjtat fjalë të mesazhit, të njëjtat. Kjo vajza të kishte kërkuar ndonjëherë të mos e shqetësoje? Të kishte kërkuar ndonjëherë që të mos i shkruaje? Ajo vajza nuk më ka kthyer asnjë përgjigje. Nuk e folur kur me atë? Asnjëherë. Kur nuk ka folur me atë gocë. Po pse i shkruaje akoma? Si është gocë fshati dhe unë nuk i shkruaj, ajo ka një faqe online. Po. Edhe unë aty kam bërë like, asgjë tjetër. Edhe një koment që besoj se ai komenti mund të jetë që mund ta ketë marrë ai stëprapti, nuk e di. Po çfarë i shkruajte? I ke shkruar diçka që ajo ta kish kuptonte? Po besoj se është se faktikisht unë doja telefonit ta tregoja fikës se çka kam shkruar unë, çka kam shkruar ai. Po telefonin tim e kanë marrë me vete ata. E kanë marrë ata atë natë? Atë natë që më qelluan. Se tu nuk ishte nevojë as të flisja unë as bëja, thjesht tregoja mesazhin dhe mbaroi
i gjithë ajo skena. Po kur ti dole tek dera për t'i takuar këta personat, a të thanë diçka apo vetëm të dhunuan direkt? Më përsëritet e njëjta fjalë të mesazhit. Që mos u merr me këtë vajzën, kjo është ideja. Më thotë që tani do ta marrësh vesh ti se kush jam unë. Edhe më qellojnë, më bën sjellje në këtë gjendje kështu. A kishin mjetet forta? Patjetër mjetet forta, unë kam ditë e 4 sot edhe unë s'po marr dot veten. Me çarje në kokë. Unë kam edhe foto, edhe mund ta ngre edhe bluzën nëse doni të shikoni që jam i nxirr na kurrisi. Na brinjit. Ti shkove me njerë në spital, apo jo? Po, me ambulancë. Kur ndjeva unë që kisha rënë pandinja, kur më futën në ambulancë. Çfarë thonë mjekët, ku ke marrë dëmtime më të mëdha? Në të gjithë trupin kam shembje trupi. Edhe nuk e di se sa kohë do marri. Për të rikuperuar. A do ta ndjekësh në rrugë gjyqësore këtë situatë? Ke bërë denoncim? Unë do ta ndjek për arsye se unë kam besim te ligji. Në Shqipëri edhe dua të bëj një thirrje, e kam bërë edhe në kanalet e tjera. Dua mbrojtje. Tu nuk kam mbrojtje, por rrin njerëzit e mi këtu që unë të kem mundësi të mbyll sy të flej gjumë. Vazhdon ke frikë? Po mundësi të flej një orë. Po normale tani pa i përdejsa erdhin deri shtëpisë. Çfarë pengon të vi këtu? A është e vërtet ajo që ka qarkulluar se është polic personi që ju dhunoi? Po, është polic me forcat e rendit në Fier. Edhe besoj se nga situata dhe nga se si është realizuar gjithë fiken dritat, kalohet nga porta e madhe deri te porta e shtëpisë diku 60 metra dhe të dhunohem unë kështu me këto mjete, do të thotë që ai ka qenë me grupin e tij. Unë në qoftë se bëhet, mund ta ngre dhe bluzën, ta shikoni live. Jo, nuk është nevoja. Unë dua vetëm të pyes për diçka. Kur është momenti që ti do ta denoncosh në polici ngjarjen dhe unë e kam denoncuar që në momenti parë. E ke denoncuar, çfarë të kanë thënë? Më kanë thënë që po merret AMP-ja. I ke thënë atyre që ai është polic? Po. Dhe në momentin për ta vërtetuar më saktë, inspektori zonës që më ka pyetur atë natë se kush të qelloi, kush ta bëri Altin, i kam thënë Fredi Astrid Lamaj. U kthye direkt shoku se ishin dy ava. Ai tha që Fredi e shijoni, tha. Është polic. Me iden për ta mbrojtur apo me iden që e njohin? I njohin. Tani për ta mbrojtur, tani po kuptoj se po mbulohen gjërat. Pse mendon që po mbulohen? Çfarë po ndodh? Se nuk është përdesa se është arrestuar. Edhe vajza është police vet? Jo, vajza është në punë e saj, është në Itali, më zonjë. Aha, okay. Thjesht këto janë rrjetet sociale. Edhe në rrjetet sociale ata kanë bërë të shumë. Jo, unë dua të të vë më shumë në vështirësi se shoh që je në gjendje të rënduar, se unë faktikisht nuk të pyeta më kot çfarë i ke shkruar, se nëse ti i ke shkruar diçka që mund ta ketë shqetësuar dhe ajo është ankuar është gjë tjetër, dhe nëse ti ke bërë një kompliment, pastaj mendoj që është shumë për të shkuar në këtë pikë. Është thjesht një kompliment, nuk është asgjë më tepër, edhe unë në këtë drejtim edhe për fëmijët e mi, edhe për familjarët e mi, nuk ka pse ul kokën njeri për arsye se nuk kam bërë ndonjë gabim. E kuptoj. Nuk kam bërë gabim. Like mund të bëja edhe tyja, që nuk të njoh fare, thjesht mund të shikoja një foto tënde apo diçka të bëj një like. Tani nëse ti do dërgoje vllahën të më bënte mua për spital, tjetër gjë kjo. E kuptoj.
Mirë, Altin, se nuk dua të të mundoj më shumë, të t'i bëjt 2 pyetje babait tuaj dhe uroj dhe shpresoj që faktikisht t'jetë dëgjuar aty ku duhet i gjithë denoncimi yt që prej datës 10 gjendesh në spital dhe e shoh që je në gjendje shumë të rënduar shëndetësore. Doktori çfarë thot kur do dilni nga spitali? Nuk bëhet fjalë fare, tani që ishim live, mua më bën qetësues. Ti ke dhimbje kryesisht në trup apo jo? Në gjithë trupin. Unë nuk thej do të as kokën, po nuk ka efekt qetësues. E qartë. Babai i Altinit, Ylli, kam përshtypjen fatmirësisht është në gjendje më të mirë, pavarësisht se dhe ai është dhunuar për shkak se ka ndërhyrë për të mbrojtur djalin e tij. Ylli, përpara se të falenderoj, e pash më herët që ti u preke dhe nuk dua të të vendos shumë në vështirësi, vetëm 2-3 pyetje të fundit. Ju do të shkoni deri në fund në rrugë ligjore kësaj çështje, sepse shoh që djali është i ngarkuar dhe mbase jeni ju më të fuqishëm për ta ndjekur. Patjetër, ja që mendim keni, patjetër, ja që mendim keni. A keni frikë, ndjeni pasiguri? Po që nuk di, se pasiguri, përse pa gjera ka ndodhur, si që të vetë që pa gjera ka ndodhur, Kur lëviz do të ai këtu që të përballoj. Ne ishim gjendje të mirë në shtëpi, ishim gjendje të mirë në shtëpi ai, se ai është shumë i fortë ky djali, edhe nuk e përballoj dot, ta përballoj këtu tash në këtë kohë që ai s'po mushet dot me frymë. Edhe për çudi në zotrinë e policisë nuk ekziston njeri. Nuk e di këtë, nuk e di. Çfarë ju thanë në polici? Kur erdhë këtu i shkruajtëm gjërat, si ndodhin. I shkruajtëm të gjitha gjërat, edhe djali edhe unë si ndodhin. Tashi ata thanë që po e ndjekim ne, po se çfarë ndjekin, se çfarë bëjnë, se ky shtet ne këtë se kuptojmë, a ka shtet, a ka ligj? Ylli, ju nuk keni pasur asnjëherë më përpara konflikt me këtë familje apo jo? Jam po vete 80 vjeç, jo me të familje me asnjë fare nuk ka Ylli me çua konfliktere. Kam shkuar jashtëzakonisht mirë, jo për të bërë qefin, për të mburrë, po unë jam njëri shumë i respektuar të pyetet zona e gjithë. Dhe të pyetet, o le të bëhet gjyqin fshat. Jam shumë i ndinjuar për të punë që më ndodhi në familjen time. Jo, faktikisht edhe për një burrë në moshën tuaj, edhe që thoni që s'kemi pasur kur konflikte dhe që njihemi të gjithë me të zonës. Pyesni. Doni të bindeni, të pyesni qeveria, pyesni çfarë do të bëj. Po gjeti një shkak të më vërë hekur atë mua. E kuptoj. Ju përshëndes, uroj që t'jeni mirë me shëndet, të rikuperoheni dhe të shkoni deri në fund për të kërkuar drejtësinë tuaj. Unë faleminderit, kërkoj ndihmën tuaj. Ja, unë uroj shumë që t'jeni dëgjuar sot edhe mbetemi në kontakt, padyshim. Ju përshëndes. Faleminderit shumë, Ylli, sepse jeni burrë në moshë edhe... Edhe atyre avukatëve që janë aty shumë faleminderit, që i din ligjet e tij përfejt. Faleminderit Ylli, faleminderit edhe Altinit se pash që ishte në gjendje shumë të rënduar, ai vetë shpjegoi që faktikisht ka marrë ndihmë qetësues në mënyrë që ta zhvillonte këtë bisedë me ne për të na shpjeguar gjithçka ka ndodhur. Për të kaluar, po ashtu mbetemi në Fier, por në një situatë krejt tjetër ku ka pasur përmbytje dhe shirat kanë bërë që të ketë një tjetër çarje të argjinaturës së Semanit, unë kam në një lidhje direkte kolegen Rudina Muça, e cila do të na shpjegojë se si faktikisht 20 banesa janë në ujë. Rudina, mirëdita, më thuaj, ku ndodhesh? Mirdita Sidorela, unë ndodhem në fshatin Hasturka të Fierit dhe dua të them që 20 banesa këtu janë përmbytur, siç e shikoni pikërisht dhe banesën mbrapa meje. Momentalisht në atë banesë ne nuk mund të futemi për shkak sepse niveli i ujit është tepër i lartë. Afërsisht deri më tani janë evakuar 6 familje, ndërsa të tjerët i kanë braktisur sepse është e pamundur të futesh dhe të shpëtosh ndonjë gjë prej banesave apo dhe të mbjellat dhe gjën e gjallë. Nga ana tjetër, Sidorela, duhet të them se afërsisht mbi 3500 hektar tokë bujqësore është përmbytur në këto fshatra. Operatori ynë Denian Sevi po na shoqëron me pamjet, ndërkohë që disa banorë janë pikërisht këtu në rrugën kryesore
të cilët po presin se mos niveli ujit të rritet. Si fillim, përmbytjet ka nisur në anën e djathtë të fshatit Hasturka dhe ajo është zona e cila është prekur më tepër nga përmbytjet. Nëse, Sidorela, dëmi këtu është tepër i madh, nëse për bimët mund të durojnë deri në 4-5 ditë ose për pemë deri në 10 ditë, problemi është gjëja e gjallë. Pra një familje që unë isha pak më parë, aty bletët ishin përmbytur bashkë me shpendët. Unë do të shkoj pranë një familje tani për ta pyetur se çfarë dëmesh janë shkaktuar nga përmbytjet. Jemi live në Top Channel, Shqipëria Live. Kur filloi përmbytja në Çor? Përmbytja ka filluar, domethënë dije para dite ka shtyra gjenatura, edhe gradualisht ka ardhur niveli i ujit duke u ngritur. Neve tërnatën kemi qenë pa gjumë, mram janë përmbytur shtëpit. Ndërkohë ecim dhe më trego përmbytjen lutem. Mram janë përmbytur shtëpit më të ngjatës, sot ka filluar përmbytja këtej. Aktualisht unë këtu kam 70 dylym tokë. Pra, këtu ke 70 dynëm tokë dhe me çfarë ke kultivuar? Kam të mbjellën me grur, me jonsh, me tërshër, me tëra këto të fshatit, e kupton, për blegtori edhe për neve, për mirëqenien e shtëpisë tonë. Sa është dëmi ekonomik? Dëmi ekonomik vetëm me miliona. Vetëm me miliona për arsye se po të llogaritësh ngarjen e frezën e farat e gjitha ato, neve nuk marrim dot as lekun që kemi hedhur këto. Jemi në gjendje kritike. Blegtoria ka dalë not në ujë. Komplet ushqimi i blegtorisë mua më është njomur. E çat them unë gjërat e tjera e kupton me shpend. E me të gjitha që kanë ujë, është një nuk e di se si ta them, si të shprehem për këtë që po apel i bëjnë këtyre të qeverisë, ushqetat të shikohen agjinaturat, se nuk janë mirëmbajtur, po bëjnë shumë vite. Mbaj mend vitën parë kishte roja agjinatura, edhe nuk lejoj as këmsori, jo blegtorie, po as këmsori lart kalonte. Kurse sot janë lënë në mëshirë të fatit të gjitha agjinaturat, biles këtu agjinatura është shtyr në 3 vende. E kupton? Po të ishe shtyr pak më lart, afër Libofshës, ne kishim dalë not që mërëm. Komplet fshati kishte dalë not që mërëm. Jemi në gjendje kritike. Policia ju ka bërë thirrje që të largoheni. Përse po qëndroni? Neve kemi mallin këtu. Unë kam jetën time prej kaq vitesh që kam punuar, kam derdhur djersh për këto gjëra dhe nuk mund ta lej që të më marrin ujë përpara. Se unë marr fund se nuk kam asnjë lloj kombesimi, se siç kemi dëgjuar nga banorët e para që jemi përmbytur, se ne këtu zonë nuk jemi përmbytur nganjëherë, nuk kanë marrë asnjë lloj kombesimi. Po shikosh në këmbët e mia, po shoh që intensiteti i ujit po vjen me shumë shpejtësi në anën e majtë të fshatit. Që do të thotë që po rrezikojnë edhe banesat dhe tokat e tjera bujqësore. Po shkon deri te agjinatura e emisarit të Myzeqes. Po u mbështet në agjinaturë, ngrihet niveli edhe nuk di se sa mund vjen edhe 2 metra niveli. Kujt i bëni thirrje ju? Po thirrje neve kujt i drejtohemi vetëm shtetit, qeverisë, bashkisë. Këto kemi ne ato tona se zotit si drejtohemi, zotit para çaj kemi drejtor që dije nuk na bëri gjë. Me këto që i ashtu, për këta që i kemi votuar kaq kohë, nuk kemi para asnjë lloj mirëqenie, asnjë gjë, sidomos sot që situata është kritike, edhe ne s'po përfitojmë asnjë lloj gjëje. Sidorela, kjo nuk është përmbytja e parë e këtij viti të ri të 2026-s, por as në vitin 2025 dhe dua të them që ne vërtet nuk mund të ndryshojmë kushtet klimaterike dhe të motit, por nga ana tjetër ne njerëzit kemi në dorë një tjetër mundësi. Do ishte mirë. Të menaxhojmë, të zvoglojmë për masa dhe të sillemi mirë me natyrën, sepse unë kam qenë dje në intervistë me inxhinieren e ndërtimit Lulieta Bozën, e cila 60 vite të karrierës së saj ja ka përkushtuar pikërisht inxhinierisë ndërtimit dhe më tha që bllokimi i kanaleve vadice dhe kulluese bën që Shqipëria të përmbytet disa herë. Në vitet 66-67 më tha Shqipëria ka qenë ndër vendet e para në Europë, pasi ka patur mbi 260 diga dhe përmbytjet nuk ishin të këtyre përmasave dhe kaq të shpeshta. Ndërsa sot, në shumë kanale, vadice, kulluese, jo vetëm që janë kthyer në një kosh mbeturinash duke hedhur mbetjet urbane, por nga ana tjetër edhe janë ndërtuar, nuk janë mirëmbajtur si nga banorët e zonës, por as edhe nga institucionet përkatëse, as nga pushteti vendor, as nga pushteti lokal. Unë po shoh këtu disa banorë të tjerë, do mundohem që ti marr një intervistë. Më fal, jemi live në Top Channel. Çfarë do më shijojnë shkaktuar?
Mua më janë shkaktuar rreth 30-40 blet të mbaruar dhe familja Petlish. A mund të futemi atje? Ku futesh do të? Me çfarë të vë me pëllëmbar? Pa mundur. Keni qenë, keni nxjerrë ata me zorat e botën atje. Unë tani sa herë sa ishe i smur. Tani sa erdha nga shtëpia. E mora vesh të gjendje. Çfarë bëj unë tani? Çfarë ju gjendje? Mbaruar 1 metër uja me. Fredi sa do jetë atje? Rudina pyete pak çfarë i thon këta deputetët që vinë atje, se pash njërën që kaloi pas zotërisë. Pra çfarë premtimesh ju japin? Kush do e bëj vlerësimin e dëmit? Ja, flasi Fredi. Shoh që përveç se gazetarëve unë vizitor të tjerë këtu dhe deputet nga forcat të ndryshme politike, çfarë premtimesh ju kanë dhënë ato kur ju kanë takuar? S'dua me premtime, unë dua premtim tani më ka ligu 40 blet. Çfarë premtim dua me unë? Bravo, ja. Çfarë të flas me unë? Të flas më shumë? Ja. Sa është dëmi që ju është shkaktuar? 40 blet? 30-40 blet me 300.000 lekë blet e llogaritë disa bëhet. Fol tani. Ka i flasën, s'do të flasëm tepër, as politik, as gjë unë. Ja, ajo është blet. Po bëjmë kaj vitën e as njerë s'kemi siguruar, ja bleta prapë iku sot. Kjo është hera parë që ju përmbyteni? Hera parë sot. Po kemi pas dhe probleme tjera, po s'kemi alës gjene. Të maruar për bletën. Bleta, as njerë s'vuri do në blet. A mendoni se dëm shpërblimi që ka premtuar qeveria do e lehtësoj sa do pak? Shojmë se do bëj qeveria. Dëm që... Qeveria di tani për bletëricit, se bletëricit janë më të humrit tërkohën ke punuar, bam me bletët ja ku janë. Dil tani shikoj, ose i keni parë se me zorat të botën atje, që ka më bletët të familje atje. Sidorela, në terren gjithashtu janë dhe forcat armatosura, policia e shtetit, emergjenca civile, të cilat kanë ndihmuar për evakuimin e banorëve, gjithashtu edhe për nxjerrjen e baktis, por duhet them që janë ende 2 stane në fund të fshatit ku është e pamundur të futesh me bakti të imët. Po, shoh se dhe zotria të tha që duhen veshje speciale për të futur në to. Po, për këto do të pyesja. Shoh zotin Akit Çako, nëse mundesh të afrohesh të marrësh një prononcim të lutem. E shoh në plan të parë nga operatori Denian Sevi të fokusuar. Po, sapo të përfundoj patjetër. Dhe një pyetje tjetër kam Rudina, përpara se të shkosh tek zoti Akit Çako. Këto familjet e evakuara ku qëndrojnë aktualisht dhe çfarë do ndodh me dëmet e banesave të tyre? Atëherë, dëmet e banesave duhen të përllogaritën, duhen të shikon sa është familje, disa janë këtu, po shohin se çfarë do ndodhi më tepër, disa të tjera kanë shkuar tek të afërmit. Madje më thanë që një familje kishte 2 fëmijë të smur dhe e kishte të pamundur të qëndrote, ka shkuar pak pranë të afërmit. Sidorela, më fal pak, zotja Akit Çako, mund të bëjmë një intervistë së bashku, jemi live në Top Channel, nëse mundeni për situatën? Po, jemi live në Shqipëria Live. Do doja dija sa është sipërfaqja e tokës së përmbytur, ose a kemi një përllogaritje të dëmeve? Tani besoj që e shikon që sipërfaqja nuk mund të matet dhe nuk mund të llogaritet në këto kushte. Do duhet patjetër të kaloj kjo fazë, të filloj tërheqja e ujit që të bëjmë saktësisht matjen. Do të bëjmë një përllogaritje operative mbi bazën e vëzhgimit që do të bëjmë pas pak edhe me dron, me të 2 pajisjet, prandaj do të presim që të shohim edhe në pjesën fundore ku derdhet lumi, por edhe pjesën që ka zaptuar delja. Cili ka qenë terreni më i vështirë që ju keni hasur sot, pasi keni evakuar 6 familje dhe bakti, dhe sa metra ka shkuar nivelli i ujit? Tani me metër nuk e di se jam hidrometër, por problemi është që ka prezencë ujë. Momenti i vështirë sigurisht ka qenë ai që është është hapur argjinatura dhe ka dalë jashtë rrezës ose jashtë nivelit të lumit. Ka pas prezencë ujë në 25 banesa, ku është ndërhyrë gjatë gjithë natës për të ardhur në ndihmë. Kryesisht uji është në mjediset e oborreve, pritet që të tërhiqet sepse dhe lumi është duke u tërhequr në shtratin e vet, edhe fal uljes së prurjeve që vjen nga Banja dhe Moglica, por edhe nga prurjet e tjera që ngarkohet. Ju keni qenë këtu që në orët e para të mëngjesit, pra emergjenca civile dhe janë evakuar 6 familje. Gjithë gjitha strukturat. Ku janë dërguar familjes? Është mbaruar një operacion i cili ka evakuar me forcat e armatosura dhe strukturat vendore zhvendosjen e 220 krerë baktive, të cilat kanë qenë të izoluara në një zonë.
20 dele përveç 200 qengjave. Plus qengjave, por edhe 2 barinjt të cilët kanë qenë familjarë të zonjës, e cila është prononcuar për humjen e familjarëve të tyre. Familja e cila ka qenë bashkë me bagtit është siguruar dhe është çuar në banesë. Në banesën e tyre. Po. Kjo është situata, Sidorela, është e pamundur të shkosh për te kësaj rruge, në fund janë disa shtëpi të tjera të përmbytura, pasi niveli i ujit është shumë i lartë. Në të kundër do ishim atje duke raportuar. Jo, është qartë. Vetëm do të kuptoj diçka. Sa e vështirë, po. A ka ndonjë, se po dëgjoja zotrin më herët që po thoshte me këtë rrjedhje uji që po ndodh në këtë momente rrezikon dhe argjinatura tjetra, apo merret ndonjë mas për të? Sidorela, këtu janë të gjithë në terren, të them të drejtën, dhe më duhet të pyes personat ose institucionin përgjegjës nga infrastruktura, nga pushteti lokal, se çfarë mase po merret dhe çfarë mund bëhet, ose nëse janë hapur portat e bënjës ende apo jo. Më duhet të pyes dhe pastaj të bëjmë një lidhje tjetër sërish së bashku se çfarë po bëhet për ta parandaluar përmbytjen. Momentalisht të gjitha banesat janë braktisur, pra janë larguar të gjithë njerëzit dhe ata qytetarë që janë aty, çfarë po presin? Të takojnë deputet, të takojnë dikë nga emergjencat? Sidorela, qytetarët kanë shtëpinë. Shtëpia është investimi i tyre i jetës, kanë gjën e gjallë, disa i kanë nxjerrë në anë të rrugës, bakti lop pash, po të dua shumë mund të çoj ta shoqëroj me pamje, ndërsa disa të tjerë janë në pritje ndoshta të deputeteve, ndoshta të dëgjojnë një fjalë të mirë për dëmshpërblimin, ndoshta që ujë në krahun në maj të mos shkoj për të mbytur sipërfaqen e tjerë të tokave dhe të banesave. Një çift i moshuarsh i cili është përmbytur shtëpia nuk është larguar. Dhe unë këtë raportim e bëra në edicionin e 12-s në lajmet e Top Channel-it, thash pse nuk i larguar, policia erdhi disa herë dhe u bëri kërkesë, lutem largohuni. Kjo është jeta ime dhe nuk mund ta lë këtu. Edhe pse ne i bëjmë thirrje që të dëgjojnë autoritetet, pasi para rëndësisë një godine ose të gjithë së gjallë dhe të mbjellave, mbi të gjitha shëndeti dhe jeta e tyre. Sa banor afërsisht mund të ketë në atë zonë, dhe unë e kuptoj që ata janë larguar një pjesë e madhe e tyre për shkak të banesave në ujë, po në zonat përreth Rudina, avion jeta normalisht, a nuk e di, a kanë shkuar njerëzit në punë, a ka shkolla për fëmijët, thuaj pak. Atëherë, unë qesh në fshatin, në anën tjetër të fshatit që nuk është i përmbytur. Nuk është që jeta vazhdon normalisht, janë në frikë. Të gjithë po pristin që ndoshta mund të përmbytemi dhe ne, të paktën për krye familjarët. Fëmijët kanë shkuar në shkollë, disa të tjerë pash që po kryenin punën e tyre bujësore. Ndoshta të tjerë po mundohen të ngrejnë në lart dhe të shpëtojnë çfarë të mundin. Nëse më jep pak minuta kohë do të shkoj të raportoj te familja që është e përmbytur dhe lidhemi sërish. Sa të më bëj rruga tënde për të zhvendosur, teksa për pak çaste sa për Rudina të zhvendoset, i hedhim një sy të pamjeve që po shinim edhe më herët të dëmtimit të banesave që faktikisht kanë ardhur si pasojë e çarjes së argjinaturës që dhe Rudina po shpjegonte më herët për javësh. Faktikisht Shqipëria ka kaluar situatë të vështirë duke u përballur me kushte atmosferike të paqëndrueshme, çka ka sjell përmbytje masive nga veriu në jug. Ne gjatë javës së kaluar kemi qenë në lidhje direkte thuajse në çdo cep të Shqipërisë, atje ku të gjithë po kalonin momente të vështira, të gjithë kërkonin ndihmë, të gjithë kërkonin reagime, të gjithë kërkonin një përshpejtim të zgjidhjes së situatës për të mos kaluar në një kaos edhe më të madh. Banesa të braktisura, por ajo që vlen për të theksuar ka edhe gjallësa që po rrezikohen, bagti të ngordhura dhe situate vështirë, sidomos për ata persona të cilët jetojnë me të vetmen të ardhur këtë të fundit. Në Fier, prurjet e shumta të lumit Seman dhe çarja e argjinaturës në disa segmente ka bërë që ujë të vërshojë në tokat bujësore, në disa fshatra. Ne ishim në lidhje direkte me Rudinën dhe kuptuam se si faktikisht vije e re që kishte një lloj mobilizimi dhe kjo le të themi që e pasqyron qartë edhe rëndësinë dhe vështirësinë që po kalojnë ata banor atje, sepse kërkohet një reagim i menjëhershëm nga institucionet, nëse shihni janë thuajse të gjithë në gatishmëri totale në mënyrë që t'i jepet një zgjidhje situatës, por ajo që është më e rëndësishme të parandalohet çarja e argjinaturës tjetër që edhe banori më herët i komunikoi koleges Rudina Muça. Pamjet janë
katastrofike, janë toka në ujë dhe banesa të braktisura për shkak të ujit. Ky Çako, kreu i emergjencave civile, u shpreh më herët se duhen ndërmarrë edhe hapa të tjerë konkret dhe se të gjithë janë në këmbë për të bërë detyrën në mënyrë që të mos ketë persona të cilët lëndohen apo qofshin vetëm dëme materiale të cilat mund të rikuperohen në të ardhmen. Gjatë mesnatës uji ka përmbytur 20 banesa në fshatin Libofsh dhe në fshatin ku ne ishim në një lidhje direkte më herët me Rudina Muçën. Po më lejoni gjithashtu të theksoj faktin se si përpiqen banorët që jeta të vijojë normalisht duke çuar fëmijët në shkollë, edhe pse këto banesa janë bërë të pa banueshme aktualisht dhe duket që situata vijon të mbetet e rënduar. Fura re, jo pa qëllimi bëra pyetje banorit më herët edhe disa deputet që lëviznin në atë zonë, se çfarë ata i kërkojnë, po faktikisht më shumë se sa takimet me deputetet kanë përshtypjen se banorëve u nevojitet një zgjidhje e situatës, një dëmshpërblim për gjithçka kanë humbur në pasurinë e tyre të vetme, bagtit edhe shtëpit me të cilat jetojnë. Pamjet janë pikërisht të orëve të fundit që tregojnë gjithçka të përmbytur, por mbi të gjitha tregojnë se situata vijon të mbetet kritike. Ajo që vije 3 kryesisht është se çarja e argjinaturës rrezikon me rrjedhjen e ujit që ne ndoqëm më herët edhe me Rudinën të sjellë një tjetër situatë të akoma më të vështirë. Dëmet janë të mëdha për banorët e Libofshës së Fierit, shkak siç u thash është bërë hapja e portave shkarkuese të hidrocentralit të Banjës e përpasoi devolli e Semani kanë përmbytur Kuçovën dhe Fierin. Banorët shprehen se forcat policore kanë qenë në mëngjes në banesat e tyre duke i paralajmëruar që të largohen për shkak të përmbytjeve, por shtëpitë dhe bagtit janë pasuria e tyre vetme dhe as që kanë ndërmend t'i lënë ato. Mëtej, po ashtu banorët shprehen se rreshtet e dendura dhe prurjet e lumit Seman kanë bërë që situata të shkojë në të tillë nivel. Ka qenë policia, janë shprehur banorët që na paralajmëruan të largohemi, që të ngrem mobiljet në një vend sa më të lartë që të mos i kap uji, pulat, po ashtu t'i nxjerrim nga kotecet apo dhe bagtit t'i lëvizim. Nuk dalim absolutisht, po të dalim ne, banesat do të mbyten. Po presim, nëse rritet niveli ujit, do të nxjerrim edhe bagtit, edhe vetë do t'i çojmë diku tjetër e do të lëvizim. Kemi shumë krerë, na janë përmbytur rreth 27 dy lym tok, është shprehur njëri prej banorëve të zonës, teksa një banor tjetër i prekur nga përmbytjet u shpreh se tani nuk ka më çfarë të rregullohet, janë përmbytur 15 koshere me blet dhe 50 shpende. Dhe më herët në intervistën që pati Rudina, kuptuam se si situata vijonte të mbetej kritike dhe se banorët refuzonin të largoheshin. Po ashtu edhe në bashkinë Dimal janë duke u përballur me përmbytje të konsiderueshme si pasojë e daljes së shtratit të lumit Seman. Uji ka përmbytur sipërfaqe të mëdha me sera, toka të mbjella dhe parcela me agrume. Kjo është hera e tretë faktikisht që brenda një muaji kjo zonë përmbytet nga dalja e lumit Seman, edhe pse shiu ka 2 ditë që kanë dalur së rëni, prurjet vazhdojnë duke ngritur dyshimet se përmbytjet që kanë ardhur si pasojë e hapjes së portave të hidrocentralit të Banjës kanë sjellë këtë nivel të situatës. Më e rënduar është situata paraqitet për kultivuesit e agrumeve, ku me qindra hektar janë në ujë. Situata është shqetësuese nga dëmet ekonomike në bujqësi dhe këto do të jenë të ndjeshme sidomos me kalimin e ditëve, teksa fermerët kanë kërkuar një zëri ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet lokale dhe strukturat përkatëse për të marrë masa mbrojtëse për të ndihmuar në përballimin e situatave. Ka pasur banorë të cilët janë shprehur se i është shkatruar jeta, nuk dim ç'të themi, vim vetëm sa për të ndurruar në shtëpi dhe ikim, por kemi nevojë që të vinë njerëz për të na bërë një vlerësim të dëmeve të shkaktuara në mënyrë që t'i rikuperojmë ato sepse janë pasuria jonë e vetme. Është edhe rruga, u shpreh dikush më herët, është shtruar nga xhepat tanë sepse është rruga kryesore që na lidh me zonën përtej dhe askush nuk ka investuar më parë. Kemi ndenjur 24 orë pa dalë nga shtëpit, u shprehën disa prej tyre më herët për kolegen Rudina Muça. Por padyshim po doja të ndalesha shkurtimisht tek një reagim i deputetit Erion Braçe, i cili është shfaqur me tone kritike sa i takon çarjes së argjinaturave. Askush nuk kujdeset për to, ka thënë Braçe, s'mund të kthehemi në shtet që paguan dëme, duhet t'i parandalojmë ato.
Sipas Braçes, pagesa për dëmet është jetime për të kompensuar ekonominë që të gjitha persona kanë humbur, si baktit apo edhe të mbjellat. Por theksi, deputeti socialiste ka vënë tek eliminimi i faktorëve që çojnë në dëme, duke nënvizuar infrastrukturën. Ai thotë se argjinaturat nuk mirëmbahen dhe askush nuk kujdeset për to, duke çuar në çarjen e tyre, tani që nuk ka më asshi. Tekstualisht Braçe është shprehur, ne nuk mund të kthehemi vetëm në një shtet që paguan dëme, duhet të merremi me eliminimin e faktorëve që çojnë në këto dëme. Infrastruktura është ajo që na takon ne. Këto që po lexoj me çarje argjinaturash tani pas rreshjeve nga lumej që fryen, natyrisht ka pasoja për sjelljen e shtetit. Argjinaturat sot janë mall pa zot, nuk kujdeset kush për to, nuk ka një roje. E kam vuajtur vetë në kurriz në divjakën që sot nuk përmbytet. Duhet të ndryshojmë në mënyrën si i menaxhojmë, ka thënë Braçe, veprat që janë jetike për banorët. Duhet të paguajmë për to që të mos kthehemi vetëm në një shtet që paguan dëme, por t'i parandalojmë të gjitha këto dëme për të mos pasur më pas rreziqe të kësaj natyre. Për pak çaste do të jemi në një lidhje direkte me kolegen Rudina Muça, e cila është duke biseduar me banorët në mënyrë që të kuptojë edhe nëse ata do të lëvizin apo jo, siç u thash më herët, një pjesë e madhe e tyre refuzojnë të lënë banesat apo baktit, sepse mendojnë që në momentin që ata largohen nuk do të ketë më reagim nga ana e shtetit në mënyrë që të zgjidhet e gjithë situata. Por Rudina, jam me ty. Sidorela, jam në një shtëpi që është e përmbytur, çifti të moshuarve është brenda. Vetëm me kujdes, Rudina, okay, po e shoh. Ndërkohë, e bëra disa herë këtë rrugë dhe tashme e ke mësuar. Dhe unë se ku janë gropat e mëdha, po. Ja, tani do të prezantoj me çiftin e të moshuarve. Shikoje, policia ka ardhur që në mëngjes dhe përveç se tha duhet të largoni nga shtëpia, u tha edhe që të merrni masa, të ngrini mobilet lart dhe të shpëtoni ç'të mundi nga përmbytjet. Kjo është situata e banesave në fshatin ku unë ndodhe momentalisht, i cili afërsisht ka të përmbytur 3500 hektar tokë në Hasturka. Kjo është dhoma e gjumit, të je për shtypjen e një banese të braktisur, por e kam bërë që të shpëtojnë mobiljet e tyre nga lagështira, pasi nëse thithin shumë lagështi, më pas ato dalin jashtë përdërimit. Dhe si që ka thënë dhe zoti Erion Braçe, dëm shpërblimi i premtuar duket si një jetim përballë dëmeve që ata mund të kenë. Dua të them që çiftin e të moshuarve e kam gjetur gjatë gjithë kohës duke fshirë me leckë në dorë. Këtu është Aristid Prifti, 76 vjeç. Aristid, po të shoh që ke ndezur zjarrin dhe ke nxjerrë ujë nga shtëpia. Nga ana tjetër, e gjithë toka jote bujësore është e përmbytur 2 hektar. Pse nuk largohesh? Po, nuk largohen se kam punuar pra dhe kam derë djerës. Dhe kështu që më vjen shumë ashtu keq që t'i leshu. Po uj mund të të futët në shtëpi, rrezikon jetën tënde, shëndetin. I kam ngritur ca plaçka lartë kështu. Po shpëtuar, mirë. Po nuk shpëtuar, s'kam ç'a bëj. Këtu do qëndrosh edhe sonte? Këtu do qëndroj. Dhe gjithë natës çfarë punësh ke bërë? Me çfarë je marr? Gjithë natën ja kam ruajtur ujin, gjithë natën, nuk kam fjetur as një minutë. Gjithë natën, as një minutë. Çfarë ke humbur deri më tani? Çfarë kam humbur? Unë kam humbur shpatullat e mia që kam punuar. Ajo ka humbur. 2 hektar tokë e përmbytur. Po, 2 hektar tokë edhe shpesë ashtu janë në ujë, edhe bletët po siç e pat vet. A ke fuqi të dalim së bashku deri për jashtë? Mundesh? Me gjithë. Të lutem, vishi çizmet? Merë dhe shkopin dhe do... Zotria jeton vetëm me bashkëshortën në atë banesë? E përmbytur. Po, vetëm me bashkëshortën e zotria, është një çifti të moshuar, Aristidi 76 vjeç, zonja është 70 vjeçe, dhe zonjën ka me orë të tëra që vetëm fshin. Fatmirësisht kjo shtëpi është pak e lartë, Sidorela. Dhe uji nuk ka hyrë brenda, e shoh. 70 cm lart dhe uji ende nuk ka hyrë brenda. Por do të shikosh se si janë bletët e përmbytura, si janë vendet ku rrin pulat të përmbytura dhe se si është dhoma e drithrave e cila është e përmbytur. Pra pasojat janë shumë të mëdha. Fatmirësisht shtëpia nuk është në ujë, por tokat bujësore dhe gjë e gjallë po. E Aristid, më falë që po të mundoj.
Prit, ullu këtu. Po. Ke nevoj për ndim? Të kërkojmë djesë, Nuk ka gjë. Nuk përtoj. Nuk përthoni jo. Okej, se jemi live, faleminderit. Ju të ecni para, ne jemi pas. Ndërkohë, Denjani, Sevi, operatori, po na shoqëron. Janë shumë Me pozitive, pamjet e tij, zotria dhe siç e bashkëshortja që shikoni, me ujë zgjidha ti shumë halli i lartë. faktikisht mendon edhe për të mirën tënde edhe të operatorit. Aty ishte mund të jetë të shtatë. O, Sidorella, ndërkohë që shtëpia ishte përmbytur, ata kujdeseshin, na ofronin frutat e baçes. Na qerasin, na mirëprisnin se kujdeseshin për ne, jeni lodhër dhe nuk mundeni. Në thënë, dasha mirësia e tyre nuk ka fund, prandaj dukaj shumë këta njerëz. Sidorella, po të tregoj, tani këtu jemi në baçën e zotris, në tokë. Duket sikur është një sipërfaqe e vogël, por jo. A ka afërsisht mbi 1 hektar. Më lejo si fillim të tregoj dhomën e dritherit. 1 sekond të lutem. Pikërisht në këtë vend mbahen i gjithë gruri dhe misri për... Okej, se ka edhe disa shkëputje me Rudinën se ka munges valësh në atë zonë, po pra ka munges valësh në atë zonë edhe është thuaj se e pamundur, po faktikisht zotria po i tregonte të gjithë zonën e banesës dhe ti sigurisht Rudina do të përcjelli të gjitha këto informacione edhe në... Sidorella, dëgjoj? Po, tani jemi okej, po Rudina. Kjo është dhoma drithër që të fola pak më parë, ku është misri, Elbi, që ai e mban për shpendet e tij. Shiko se ç'kam bërë çiftit më shuarve gjatë gjithë natës. Është munduar të vendosi 2 arkabletësh për të ngritur lart ushqimin. Ndërkohë nga ana tjetër eja të tregoj pak se çfarë kanë bërë me shpendët për të munduar që t'i shpëtojnë. Këtu janë zogjt e vegjël. Ja të vi Denjanit, më shoqëroj nga pas. Dhe të gjithë këtë gjë e kam për vetëm. Më fal, ku i keni pulat e mbyllura? Aristid, me kujdes, me kujdes. Okej. Mirë. Okej, me kujdes. Ja. Një mesazh të fundit nga zotria Rudina, po. Të dërgoj. Aristid, të lutem do më thuash një mesazh ose një thirrje kujt i apelon për ndihmë ti? Çfarë kërkon ti? Po që se shteti ka mundësinë, le të na ndihmojnë. Për sa këto që na është përdoruar. Për dëmet e Po, shkaktuara. për dëmet. Ti jeton vetëm nga këto dhe Po, pensioni? vetëm e këto. Një jetë ke përkushtuar bujqësisë? Po. Si ndjesh sot që e shikon gjithçka në ujë? Ja, sot Gjithçka që ke rritur? më vjen shumë keq kur kujtoj blept. 15 koshere blet. Thash mos e do ishe në i viti mbarë dhe unë jam kujdesur për to. Po që mo mirja një pak mjaltë, po si pas Terezis më duke do marrë vetëm ujë dhe baltë. Sidorella, ky është realiteti i kësaj familje, edhe i familjeve të tjera me tokat përmbytura. Përshëndetje zotrinë dhe bashkëshorten e tij, uroj shumë që të kenë një përgjigje nga ata që i bëri thirrje zotria më herët, edhe të falenderoj shumë Rudina dhe ty se ke raportuar në kushte shumë të vështira. Faleminderit shumë. Ju përshëndes. Mirë. Ne do ndalim në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi përsëri bashkë. Ashtu që thash më herë, do të flasim për atë që faktikisht momentalisht po flet i gjithë globi. Gjithçka po ndodh në Iran, protesta masive anti-qeveritare, por mbi të gjitha me shumë të arrestuar, dhunë e mbi të gjitha një reagim nga Trumpi, i cili paralajmëron se nëse situata vjen kështu, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndryjnë. Aurontar është me mua në një lidhje direkte dhe Besmir Semanaj. Mirëdita të dyve, faleminderit për kohën tuaj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes për ty Auron, po, edhe të falenderoj shumë se je në lidhje direkte nga SBA-ja. Auron, po e nis me ty se pastaj do ndalim në disa detaje, shifra, informacione që i përkasin rrjeteve sociale me Besmirin edhe kërkimeve që bëjnë në çdo shtet të botës për situatën në Iran. Fillimisht, a mund të më bësh një koment pse paralajmëron Trump që do ndryjë në Iran nëse situata vijon kështu dhe si komentohet e gjithë situata e Iranit në Amerikë? Atëherë, e para njerë unë për ju ndiqja në atë emisionin për para për mbytje dhe meri shumë keq për familjen e tje.
Kështu që ndjes kështu për lëvizjen e vëmendjes nga pyetja juaj, po thjesht për ta. Jo, bën shumë mirë, po faktikisht jemi të gjithë pranë, janë shumë familje se ne nuk mund të nxjerrim të gjitha, po Ishte shumë e thjeshtë ajo pamja atje dhe shpresoj që do të ketë një zgjidhje. Për të kthyer pyetjes tuaj, atëherë shiko, në Amerikë këtu ka si thua dy faqe të çështjes, të debatit. E para është media e përgjithshme, pra këto televizorët e përgjithshme normale, të cilat japin atë që po ndodh. Dhe janë këto podcastet e specializuara, pra njerëz të cilët kanë punuar në administratë, kanë punuar në ushtri, në shërbime sekrete etj., të cilët kanë informacione shumë të detajuara dhe shumë realiste për atë që po ndodh në Iran, se sa media normale. Dhe mendoj unë që nëse ndiqen këto burime informacioni, ti shikon që ka një realitet paralel, pra ajo që jepet në media normale dhe ajo që jepet nga burime të specializuara amerikane, të cilat e njohin situatën shumë më mirë dhe din çfarë po ndodh në prapasken. E para. E dyta, duhet të thënë që baza kryesore e votave të presidentit Trump, pra MAGA, është mjaft e irrituar sepse, siç e dini, Trump erdhi në pushtet me një premtim shumë të madh, ku do të fokusohet te çështjet e Amerikës dhe jo çështjet globale. Fakti që këtë vit ka pasur disa ndërhyrje ushtarake dhe shikohet që do të ketë hyrje të tjera, Grenlanda, apo bombardimet në fundit në Siri, etj., kanë bërë zërat mediatik të MAGA-s mjaft të kundërshtues ndaj kësaj politike të Trump, i cili në kundërshtim me atë që premtoi, pra që fokusi, vëmendja dhe parat, buxhetet që janë më të rëndësishme, do të fokusohen tek problemet amerikane, po fokusohet tashmë në vende të tjera. Duhet thënë për shembull që ka një lëvizje në Amerikë, sidomos në të djathtë republikane të rinjve, të cilët në debate publike po ngren gjithnjë më tepër pyetjet se përse fondet amerikane prej disa miliard dollarësh çdo vit shkojnë për Egjiptin, Izraelin, apo aleat të tjerë të Amerikës në lindjen e mesme, dhe jo për problemet e arsimit, shëndetësisë, transportit, etj. Në Amerikë. Pra ka një lëvizje të fortë dhe kjo nënkupton që vitin që vjen janë zgjedhjet për Kongres dhe Senat. Dhe nëse republikanët do të humbasin të dyja këto dhoma, atëherë 2 vitet e ardhshme do të jenë më tepër të fokusuara ndaj politikave të Trumpit, pra nga pala demokrate që do të fitoj Kongresin dhe Senatin. Pra kjo është, si thua, ajo panorama e përgjithshme në Amerikë. Besmir, kam parë shumë virale në rrjetet sociale ku munden të postojnë kushdo fotot të vajzave që ndezin cigare duke djegur foton e liderit të tyre dhe faktikisht Ali Khamenei, dhe faktikisht ajo që më bën përshtypje është që një pjesë e tyre në mos gaboj janë të vjetra apo janë inteligjencë artificiale. Më shpjego pak dhe sa po ecën ky trend dhe po bëhet viral në rrjet. Atëherë, kemi një pjesë mund të jenë origjinale, një pjesë janë AI, kurse një pjesë është diaspora e Iranit që ndodhet në shtete të ndryshme të Europës ose në Amerikë. Duhet të kemi parasysh që dalja e informacionit nga Irani aktualisht është goxha vështirë, në një kohë kur 99% pjesa më madhe e kompanive deklarojnë 99% të internetit i cili është i bllokuar, pra qytetarët nuk kanë akses në internet. Mënyra vetme e komunikimit deri tani për ato pak video dhe pak foto që dilnin ishte Starlink, por këtu kemi një ndërhyrje të ushtrisë iraniane me teknologji, mendohet ruse ose kineze, me jumpera,
ushtarak që ka shuar ose mbytur, po ta themi më thjesht për qytetarët që ta kuptojnë, sinjalet e Starlinkut deri në një mas 90%. Pra, informacionet që ne shohim dhe që ne na pasqyrohen në rrjetet sociale nuk është asgjë me atë çfarë po ndodh në realitet në Iran. Dhe nuk është çështja e bllokimit, sepse shumë mendojnë që Irani po ka bllokuar internetin në mënyrë që qytetarët e Bashkimit Evropian, shtetasit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mos të kuptojnë çfarë po ndodh në Iran. Kjo është gjëja më e vogël që atyre intereson. Interneti është bllokuar që të hiqet mundësia qytetarëve iranian që të organizohen me njëri tjetrin, pra që të thrasin protesta të organizuara, të lejnë vend takime etj. Dhe nuk kemi të bëjmë thjesht vetëm me internetin, por kemi të bllokim edhe të komunikimeve telefonike, pra dhe voice-i dhe thirrjet normale të telefonit pothuajse janë të bllokuara në të gjithë Iranin. Dhe përsëri kemi rrjedhë informacionit, përsëri kemi qytetar, grupet e caktuara, ndoshta dhe shërbime ndërkombëtare të cilat po nxjerrin informacion nga Irani në mënyrë që secili nga ne ta kuptojë se çfarë po ndodh më të vërtet atje, me mirat e arrestuar, me qindra, tani flitet ndoshta edhe për mirat e vrarë. Kjo është një situatë. Po dëgjoja edhe unë këtë pjesën e mirat të vrarëve për shkak se nuk kanë më burgje apo vende se ku ti mbyllin dhe tani janë duke po shija pamje video duke i shtypur me makina, duke i përplasur. Po shikoja lajmet tek kanalet turke ku jepej që disa deklaratat e mjekëve që mjekët nuk kishin mundësi shtrimin e spitalit dhe linin qytetarë që të vdisnin tek dera spitalit, le të themi, dhe ishin me të vërtet mjek të shokuar sepse nuk arrinin dot të ushtronin profesionin e tyre në mënyrë që t'u vinin në ndihmë qytetarëve të lënduar. Edhe diçka tjetër, a ka interes në internet për atë që ndodh për Iranin, pra bëhet search, a kërkohet, cilat shtete e kërkojnë, pak a shumë? Kërkimi në shtete pak a shumë është i njëjtë. Unë kontrollova si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si Shqipërinë dhe një pjesë të vendeve të Bashkimit Evropian. Me paranisjes të, le të themi, protestave, kemi një rritje deri diku me 8 herë, pra 8 herë më shumë se para protestave, por nëse e krahasojmë me interesin e kërkimit gjatë sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit, pra nëse e krahasojmë me periudhën e luftës 12 ditore mes Izraelit dhe Iranit, kërkimet janë diku tek 28% krahasuar me atë kohë. Unë besoj që mungesa ose le të themi mungesa e interesit vjen dhe nga mos pasja informacionit të plot. Pra nëse për konfliktet e tjera kemi me mira, ndoshta edhe qindra mira video, foto të cilat qarkullojnë, aktualisht numri i videove dhe fotove po qarkullon është shumë i cunguar dhe akoma nuk ka kaluar. Po pra, se unë doja të pyesja ty, Besmir, tani ti thua që aty s'ka internet dhe nuk shpërndahet dot asgjë dhe jam dakord me ty për këtë pjesë sepse e di. Po nga shpërndahen këto videot e protestave masive? Asnjëherë nuk mund të kemi bllokim 100% të internetit, siç e thash, kemi 99%, pra kemi institucione, kemi grupe të caktuara shoqërore që kanë qasjen në internet, plus kemi satelitët. Një formë tjetër ishte edhe kalimi i kufirit, pra në momentin që sepse asnjë nga pamjet nuk është live, pra ne nuk kemi Jo, janë vetëm video të shpërndara në momente dytësore, tretësore. Në momentin që qytetar kalojnë kufirin, marrin me vete dhe regjistrimet e ndryshme në USB, në kompjuter, në telefon. Dhe në momentin që kanë qasjen në internet mundohen të informojnë botën për realitetin dhe për fatkeqësinë që po i ndodh popullit të Iranit në këto çaste. Çfarë ka Auron Shëbaja me Al-Khamenein dhe mbi të gjitha do doja të ndalesha pak te kjo ndërhyrja që paralajmëron Trumpi që mund të bëj. Mos po sjell qetësi apo në gjykimin tënd trazira më shumë kur Shëbaja ndërhyn? Atëre përsëri për t'ju referuar burimeve të specializuara amerikane, të cilët e njohin situatën në teren apo Iranin në thellësi, e gjithë gjëja në Iran, pra lëvizja që po ndodh në Iran, duhet parë në shtrirje kohore historike. Duhet dim që Irani mbas luftës së dytë botërore, me Shahun Pahlevin, pati një revolucion në 50-at, në vitet 50, ku një politikan Mohamed Mossadegh u
u zgjodh kryeministër në mënyrë demokratike dhe duke qenë se ai shtetëzoi burimet e naftës, u rrëzua pastaj me gru shteti nga shërbimet sekrete britanike dhe amerikane. Është një histori mjaft e njohur kjo, e shkruar dhe në historinë zyrtare të CIA-s. Pastaj kemi ardhjen përsëri të të Shahut në pushtet, ku Irani konsiderohej si një vend normal, liberal etj, por që siç dim pastaj me revolucionin e famshëm të 78-s të mos gaboj, Shahu rrëzua dhe u kthye qeveria teokratike, pra e hoxhallarëve, e klerikëve, jo hoxhallarëve. Tani, çfarë ndodh? Dihet mirë që Irani është një fuqi rajonale, e cila ka mbështetur financiarisht Hezbollahun dhe organizata të tjera kundër Izraelit. Ndërkohë, Izraeli si alati kryesor i Shtetet Bashkuara në rajon, sigurisht ka dashur prej kohësh të eliminonte këtë fuqi, e cila e kërcënonte vazhdimisht, sidomos faktin që Irani ka vite që zhvillon programet atomike. Dhe sigurisht që dihet, pra nuk është se është në një sekret, që burimet do ndihet nga të gjithë, nga ata që interesohen për rajonin, që Izraeli ka një luftë të gjatë të heshtur të shërbimeve sekrete brenda Iranit. Fakti për shembull që eliminoi një pjesë të shkencëtarëve të kërkimeve atomike apo disa nga liderat e gardës revolucionare që kanë iranianët etj. Pra, kuptohet mjaft mirë që mbrapa kësaj lëvizje janë shërbime sekrete izraelite dhe shërbime sekrete amerikane, sigurisht dhe britanike, të cilat duhet thënë që shfrytëzojnë revoltën dhe si thuash problematikën e madhe që ka kapur Irani për vitesh me radhë nga ato sanksionet ekonomike që janë vendosur apo dhe nga të tjera si thua sanksione politike, kulturore etj që janë vendosur nga perëndimi. Është mjaft e qartë që amerikanët duan ta eliminojnë, pra amerikanët së bashku me Izraelin, duan të eliminojnë fuqinë e Iranit në rajon, pasi goditën Hezbollahun, goditën Sirin, pra Siria nuk është më një fuqi kërcënuese për aleatin amerikan në rajon, dhe sigurisht tashmë duhet goditur dhe Irani për ta eliminuar si fuqi. Duhet thënë dhe diçka tjetër që të gjithë shtetet përqark Iranit janë kundërshtarët e tij ideologjik dhe fetar prej shekujsh. Pra, në këtë luftë që po bëhet prej vitesh dhe jo sot, të gjithë vendet e tjera muslimane janë kundërshtarët e Iranit për arsye fetare. Pra, aty kemi dy. Kam përshtypjen se në çdo lloj konflikti që ndodh, edhe pse mund të paragjykohem për mënyrën, po arrita perceptoj që ti ma kupton sepse e them, në çdo konflikt botror do dali diku feja, patjetër, në një lloj përplasje apo jo. Sidomos në këtë rast. Shiko, aty në atë zonë, pra midis Iranit dhe vendeve të tjera, ka një konflikt fetar prej 1500 vjetësh, pra që kur u nda prandaj them. Sunnive dhe shiajve. Dhe Irani është shiaj. Por mos harrojmë që Irani është dhe fuqi e madhe e naftës. Pra kanë interesa të tjera më të rëndësishme se sa thjesht feja. Por, kështu që për të qenë të saktë. Nga ana ekonomike, ai sjell një dëm të madh botës kjo që po ndodh në Iran momentalisht? Meqense përmendën naftën pak. Shiko, nafta e Iranit për momentin shkon në Rusi dhe në Kinë në përgjithësi. E di se ta bëj të pyetja Oron, sepse kur ndodhi përplasja që Irani tentoi të ndrynte ndaj Izraelit për atë që po ndodhte me Palestinën, kërcënimi më i madh që Amerika dhe Izraeli i bën Iranit ishte kujdes me naftën se do t'ju bllokojmë. Prandaj ta bëj këtë pyetje. Nafta e Iranit është bllokuar prej kohësh. Por Irani bën tregti me Kinën, me Rusin, pra që janë aleatë të saj kryesor, Turqia në mënyrë, si thuash,
jo shumë legale merr mallra nga Irani, pra eksport e hapur. Pak. Dhe duhet thënë që për t'ju kthyer asaj shkurt të lutem. Para që ju thash për punën e mediave sociale. Duhet thënë që komunikimi me Iranin është ndërprer dje në një nga këto podcastet e specializuara të një ish oficeri të CIA-s, po fliste me një profesor nga Teherani, i cili po i shpjegonte sa e vështirë është për të lidhur me internet, po tregonte se çfarë po ndodhte në të vërtetë. Shumë interesant është fakti që ky profesori, megjithëse normalisht ai duhet punojë për shtetin, por tha diçka shumë rëndë, tha që mediat sociale në përgjithësi po japin pamje të sponsorizuara nga disa burime të ndryshme, duke përmendur dhe Mekin, atë grupin iranian që kemi ne në Shqipëri, për të cilën unë interesova prokurosin time dhe ata deri në 2012 kanë qenë organizatë terroriste e shpallur nga Departamenti i Shtetit dhe në 2013 u bën jo terrorist. Shumë interesante mënyra se si kanë lidhje, të kuptova. Lidhet me atë kibernetike pastaj. Kibernetike. Dhe ai po thoshte diçka. Qartë, po shkurta Auron, të lutem, se kemi pak minuta. Vëri pik, po. Okej, yes. Autoritetet thoshte nuk mund të sulmojnë spitalet, ambulancat, këto xhamit etj. Pra duket që janë sulme të sponsorizuara nga jashtë për të dhënë idenë që këtu po bëhet nami, po në fakt thoshte ky zotria, i cili për hir të vërtetës është marrë shpesh në referencë nga mediat e huaja, nuk është ajo që po shikohet apo që po raportohet. Dakor. Ka lëvizje, Besmir, sa ka në dorë vërtet kibernetika për të kontrolluar këto lloj luftrash? Patjetër që nikon tek pjesa propaganda, sepse në ditët e sotme fatkeqësisht çdo gjë është mbi përpunimin e mendimit dhe përdorimin i rrjeteve sociale mund të ndikojë, pra mund të nxjisë trazira, mund të shuaj protesta, sikurse edhe mund të rrisë protestat, varet se kush i kontrollon. Aktualisht Irani po përdor vetëm internetin e brendshëm, pra nuk kemi një dalje në internet. Dhe ky është një mekanizëm që të gjitha shtetet e kanë. Pra nuk e përdorin, por e kanë. Pra edhe Shqipëria ka një mekanizëm tillë. Pra nëse do i duhej të bllokonte internetin në Shqipëri, patjetër që do bënte sikurse e bëri dhe Irani. Por situata është, për mendimin tim, situata është pak më lamsh se sa duket. Akoma ne nuk e dim çfarë po ndodh në të vërtetë, siç e tha dhe zotëria, ne kemi djegje xhamiash etj që nuk besoj që qytetarët e Iranit do dignin xhamiat e tyre. Flitet diku mbi 300 xhamiat e djegura deri tani. Pra, ne nuk e kuptojmë çfarë po ndodh. Mobilizimi si ndodh, Besmir? E di pse ta bëj pyetjen se ti më thën internet nuk kanë, pra si mobilizohen, si lidhen me njëri tjetrin, si organizohen, se ky trendi i kësaj djegjes së cigares me foton e Al-Khameneit nuk është se erdhi nga hiç, se po e bëjnë të gjitha. Siç e thash, nuk është se po ndodh në Iran, po ndodh më shumë nga pjesa e iranianëve që jetojnë jashtë Iranit. Por organizimi fillestar ishte me rrjetet sociale. Nuk duhet harrojmë që mbyllja ndodhi të premten e kaluar dhe deri të premten e kaluar sheshet e Teheranit dhe qyteteve kryesore ishin gjatë mbushura. Interneti u bllokua në momentin që nisën trazira dhe situata filloi të dilte jashtë kontrollit. Dhe tani më fatkeqësisht, tani që ka me qindra dhe me mira të vdekur, ne nuk e dim se çfarë po ndodh. Pra ne kemi thjesht media zyrtare iraniane që japin informacion. Nga ana tjetër kemi unë që jetoj në Vjenë kam dhe miq të cilët janë nga Irani, që janë jashtëzakonisht të shqetësuar sepse po bëhen ditë të tëra që s'po lidhen me familjarët e tyre. Të flasin me familjarët e tyre dhe nga ana tjetër besoj që ka një moment që besoj dhe shpresoj që rregjimi është momenti që rregjimi tani më të ndryshojë, pra dhe qytetarët e Iranit të kenë të drejtën për të folur, të kenë të drejtën për të vepruar, kenë të drejtën për ta jetuar jetën në fund të ditës ashtu siç duan ata. Besmir, faleminderit shumë. Auron, ju përshëndes të dyve, është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit nga ne. Faleminderit. Auron, falënderimi për ty është i dyfisht për shkak të ndryshimit të orës dhe sakrificës. Shumë faleminderit. Përshëndes. Mirë. Faleminderit. Ndalim në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi përsëri bashkë, do flasim për një temë shumë interesante nga Kosova.
ka dalë një fantazëm kudo nëpër qytet dhe po kërkohet. Kur ju thash më herë që do të flasim për një fantazëm që është shfaqur nëpër Kosovë, nuk është se bëra shaka. Faktikisht një pjesë mund ta kenë marrë kështu, por një pjesë e madhe e qytetarëve atje janë të shqetësuar sepse një njeri me një maskë në fytyrë prej ditësh qarkullon kështu, në këtë lloj forme nëpër rrugët e qytetit. Një pjesë e madhe e banorëve madje kanë shkuar edhe më tej duke kërkuar ndihmë e duke parë nëse ka ndonjë prapaskene gjithë situata. Deri më tani identiteti i personit dhe qëllimi i këtij veprimi nuk janë zbuluar ende, meten të panjohura, teksa banorët dyshojnë se mund të bëhet edhe fjalë për një person që mund të ketë probleme të shëndetit mendor, por ndër të tjera kanë frikë se ai person mund të kthehet në rrezik për komunitetin. Paulina Nushi, gazetare, është me mua në një lidhje direkte. Mirëdita Paulina, faleminderit për kohën tënde. Po ashtu kam një lidhje direkte dhe Ambera Kelmendin, sociologe, faleminderit. Tani, fillimisht do ta nis me Paulinën për të kuptuar sa qesharake dhe sa e vërtetë është situata dhe pastaj do bëjmë një lojë me eliminime për të kuptuar kush mund të jetë personi. Sidorela, ne vërtet se duhet t'i kemi frikë fantazmat, por le të themi këto fantazmat e inteligjencës artificiale, ndoshta, dhe ato se çfarë bën inteligjenca artificiale sot. Nëse duhet të kemi frikë nga diçka, le të kemi frikë nga kjo, dhe jo nga ideja se në rrugët e Prishtinës mund të qarkullojnë fantazma të tilla apo njerëz të cilët qarkullojnë në rrugë në gjendje. Se i pushtoi portalet edhe lajmet edhe rrjetet sociale kjo foto? Sepse fillimisht njerëzit ende nuk e kanë idenë e asaj se çfarë mund të bëjë inteligjenca artificiale dhe një gjë e tillë është parë fillimisht si lojë dikush tjetër ka pas frikë me të vërtetë, sepse un kam marrë mesazhe pafund të njerëzve të cilët e përfundojnë punën në orët e vona të natës dhe më kanë kërkuar nëse kanë verifikim nga policia për me ditë se lajmi qëndron dhe është i vërtetë, sepse kanë frikë tashmë që rrugëve të Prishtinës mund ta hasin këtë fantazmën që po quhet tashmë, por që në fakt edhe nga policia është vërtetuar që nuk ka pasur asnjë denoncim të tillë dhe nuk ka diçka të vërtetë nga kjo, ndërsa Këshilli i mediave të shkruara të Kosovës ka dalë me një reagim i cili thotë se kjo është fotografi e gjeneruar me inteligjencë artificiale dhe se mediat sigurisht duhet të kenë shumë kujdes me raportimin që kanë bërë në këto raste për këtë fotografi, sepse kanë ngjallur me të vërtetë frikë të qytetarët. Ekziston një kategori tjetër e njerëzve, të cilët sigurisht se nuk e kanë besuar dhe e kanë kthyer në shaka, madje tashmë bizneset po e përdorin edhe si formë marketingu, sepse kjo fantazma tashmë e kemi çdo kund. E kemi në vendet ku shiten hamburgerët, e kemi në qendra tregtare, po pra, e kemi në qarkullon media. Nëpër Prishtinë ishte lajmi. dhe e them sikur është kthyer në një formë të bukur, po e them në thojza, në një formë të bukur të marketingut që po e bëjnë bizneset, sepse ka pasur reagim prej masës dhe në momentin kur ka reagim prej masës, kjo përdoret pastaj për të përfituar vëmendjen. Momentin kur përfitohet vëmendja, përfitohen klikimet. Kur përfitohen klikimet, fitohen parat. Dhe çka ndodhi? Pastaj erdhi deri te rezultati i pritur nga ata që e kanë për të gjithë kjo fotoja. U bë ushqim për të gjithë kjo fotoja, sepse me të vërtet njerëzit pastaj filluan të thash u kthye edhe në një shaka, fillimisht u morë shumë seriozisht, edhe tashmë është kthyer në një shaka, edhe ndoshta mendoj që me të gjitha këto probleme që i ka Kosova, qytetarët sikur kishin nevojë me kriju diçka. Pra ti thua që është e sigurt që personi në këtë foto nuk ka votuar në këto 4 palë zgjedhje që keni bërë në 2025-ën. Ai që e ka krijuar me inteligjencën artificiale mund të jetë edhe votues. Po pse je sigurt që është inteligjencë artificiale? Ai mund të jetë kushdo, ai mund të jetë Milaim Zeka, ai mund të jetë Drena Bazi, ai mund të jetë, nuk e di, kush është në Kosovë, në Prishtinë. Pra ai mund të jetë kushdo, pse mendon ti që është inteligjencë artificiale? Milaim Zeka nuk mund të jetë. Milaim Zeka nuk mund të jetë. Jo, Milaimi jo faktikisht, është pak më nga palto nuk duket. Drena Bazi ka flokë gjata? Jo, mund të jetë Berat Burzhala, ndoshta. Jo, shumë i gjatë për të qenë Berati ky. I gjatë. Me atë palto jo, Berati. Po ka përshtypjen sikur ka dyshoj me shumë. toke aty. Kështu që mund të jetë ndoshta edhe ndonjë trik që të mos dallohet, por po flas vetëm nga mendja atyre të cilët mund të krijojnë diçka për ta bërë masën të mendojnë se çfarë po ndodh. Perfekt. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne të raportojmë sakt dhe të themi që një gjë e tillë nuk është se ka ndodhur në Prishtinë dhe nuk kemi fantazma rrugëve.
I përshëndesim Ilaimin, Drena Bazin, kë përmendëm, Berat Buzhalën, të gjithë. Tani, duat më shpjegosh diçka, Ambera, pse pati këtë lloj reagimi në rrjet kjo foto? Pra, se vura re që kishte shumë shqetësim, a ka pasiguri në Kosovë për jetën? Se shija njerëz që thoshin duhet ta verifikojnë, ta kontrollojnë, mos na bën keq, mos na del përpara. Po, realisht kjo ka qenë një panik kolektive, edhe fillimisht kur ka dalë para 2 dite, nuk është se kemi pas informacione të sakta se çka konkretisht po ndodh. Disa informacione, durime jo të sigurta, thonin që është një i pastre që po i shfrytëzon disa rroba, po veshet, mirë po mënyra te kamt ishte shqetësimi dhe dyshimi më i madh, qysh ka mundësi një njeri me ecë me kam të dhisë dhe nëse s'ka gjetë kur gjo me math, qysh ka mundësi me qenë ajo praktike për rrugët. Gjithsesi, me kalimin e kohës e pash që për një me është ka e merë një përmas nështë ako gjamat madhe se sa që është me ndu në shoqni, edhe fillun me reagu edhe prind e fmive që është bosh qetësuese edhe për gjumin e fmive natën. Mandej tu e pas parasysh që shumica e njerëzve kanë që punojnë ndrimin e dytë, ndrimin e trete, ka fëmijë që janë vetëm në orët e vonat natës, u dash me bo një reagim që mi u thonë stopni, ndaluni ma, për ndryshe fëmijët kanë fillu me marrë shumë seriozisht, se jo krejt kategoritë e shoqërisë e kuptojnë qartë se çka mundet sot me bo inteligjenca artificiale. Rrugët e Prishtinës janë të sigurta, nuk është që na friksohemi prej fantazmave, është shumë e vërtet që ka njerëz që ndoshta janë të lanon, ose ka njerëz që në orët e vona mundën me qenë edhe të dehon, ka njerëz që për një arsye ose një tjetër mundën me dalë në rrugë. Ka kategoritë të ndryshme të njerëzve që mundën me bo një veprim tillë, po jo deri në çat mas që me u fiksu njerëz prej dikujt që del në rrugë me hec. Kur e kuptuam që është inteligjenca artificiale, atëherë siç tha edhe Paulina, fillun me përdor pak a shumë edhe për marketing. Rrugët e Prishtinës momentalisht janë të pasigurta vetëm nga qante ndatsak, e që nuk është faja atyne të shkretve se edhe ata duhet me pas diku një vend për stre, po momentalisht vetëm atë probleme kemi. Problemet fantazmave, të krijesave të paqena, jo. Prishtina është shumë vend i sigurt, kështu që e çuditshme është edhe mënyra si është krijuar. Unë kam përshtypjen që dikush duhet ta ketë krijuar me humor dhe pastaj është shpërndar kudo dhe nuk ka mundur dot ta frenoj më, se fotoja, kjo është ajo që është më virale kudo, ti ke të drejtë kur thua që ka këmbë dhije, ka palto, duart në xhepa që nuk i duken, dhe kam kuptuar nga ekspertët e IT-s që duart janë gjëja më e vështirë për të gjeneruar nga inteligjenca artificiale, sepse duhet të jesh shumë ekspert për t'i bërë ashtu si duhet, dhe po ta vëshret duart i ka në xhepa, dhe ka kapele për të mos u dukur asnjë pjesë e kokës dhe fytyra që është me të bardhë. Po, ajo që e bën interesante dhe reale si foto është fakti i makinave që janë në lëvizje rrugës, pra duket tamam si një foto e bërë live në moment nga një qytetar që e ka parë dhe e ka shpërndar. Po, jo, realisht, dhe këto problemi. Po, ja një moment. Për masat e shpërndarjes të madhe, fillun këtë njeriu fantazm me marrë se cili qytet me përvetësu dhe me botë të tin. Po, e bënin kudo, në çdo qytet. E banin kudo, herë dilken Tetov, herë në Prishtinë, herë në Gjilan, herë në Mitrovic. Ideja ishte që e përvetësun edhe fillun me shfrytëzu për marketing. Pa e kuptu që ka njëherë dhe mira e tyne ekonomike, ose sjellja e tyne ekonomike në këtë rast, e dëmton dikon që është shtresa e fëmijëve, që janë gratë shtatzane, se jo krejt. Patjetër, edhe pse nështë nuk ekziston diçka e tillë dhe nuk besoj që ekziston, dikush e ka një frikë që nuk mundet me kuptu se çka konkretisht është ka ndodhur. Është më e keqja e kësaj është që është shumë problem me demantu që kjo nuk ekziston. Kur në momentin që krijohet një gjë e tillë, një fenomen shoqëror, momentin që ti s'ki fakte se nuk është i vërtet, edhe ka prodhu inteligjenca artificiale, është problem me demantu. Unë lexova një po në të njëjtën kohë është edhe e kundërta, ti nuk e fakte të provosh që ajo është e vërtet. Kështu që po njerëzit i thua janë më të prirur të besojnë që është e vërtet se sa që nuk është e vërtet. Ata shohin, po pikërisht. Një student realisht paska bo një figurë të tillë, me fitu diçka prej postimeve të veta, edhe kjo mandej e kanë marrë, kanë shfrytzuar, këtë foton këtu që po shohim në ekran.
Ma thuaj edhe njërë si është bërë, një student e ka krijuar. Një student i dikun i shkencave kompjuterike, diçka të tillë, e ka kriju një figurë të tillë, edhe e ka qitë në postimet e veta, po gjë që hala nuk kemi emër të tij konkret, se unë jam shumë kurështare me ditë arsyeën se pse, çka ka dashur me bë me këtë punë. Shiko që kjo ideja se pse ne jetojmë sot për gjëra të cilat bën senzacion. Dhe përdorimi i inteligjencës artificiale tashmë është një problem shumë i madh në Kosovë, sepse kemi një gjenerat e cila ende nuk po e kupton se çka është e vërtetë dhe çka nuk është e vërtetë dhe po bie pre e lajmeve të pavërteta të gjeneruara me inteligjencë artificiale. Unë hallin e kam te raportimet e medjave, sepse është shumë e rëndësi që mediat të jenë fjala e fundit dhe vetëm fjala e vërtetë. Dhe ne nga ky raportim kemi parë të jetë botuar lajme edhe në media në Kosovë, ku thuhet se shihet një fantazmë e tillë, sigurisht një fantazmë në thonjeza, sepse edhe media e ka kuptuar se nuk po flasim me të vërtetë për një fantazmë, ndërsa ka qenë raportim. Ka qenë raportim në mediat e Kosovës, prandaj ka reaguar dhe Këshilli i Mediave të Shkruara. Pra, unë hallin e kam që mediat le të jenë destinacioni ku qytetari i Kosovës do e marr lajmin e vërtetë. Sepse në rrjetet sociale do shohim gjithçka. Unë në media e pash, në mediat në Kosovë pash që i kishin dhënë vëmendje. Ky është problemi. Ky është problemi, sepse po të ishte vetëm në rrjetet sociale, qytetarët prap do e ngrinin një pikpyetje sepse nuk ka shkruar filan media, nuk ka raportuar asnjë media. Më fal, mediat nuk shkruanin që është inteligjencë artificiale, pra kishte media që thoshin shfaqet një fantazëm në Prishtinë. Nuk shkruanin, e vërtet, dhe ka prej medjave të cilat pastaj kanë larguar lajmin, por reagimi i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës, sikur i dha ka pak këtij muhabeti, le të themi, u bën një sqarim për publikun, u tha se nuk ka të vërtetë nga kjo, nuk është dikush që po endet rrugëve të Kosovës, po sjellet rrugëve të Prishtinës dhe mund t'ju friksoj, sepse njerëzit me të vërtetë edhe filluan me u friksu në momentin ku lajmi u pa në media, sepse sa për rrjetet sociale, të them të drejtën, me këtë inteligjencën artificiale po shohim çdo ditë. Unë kam një fotografi me Gjergj Kllunin tani, çka t'ju them? Është inteligjencë artificiale. Nuk e ke takuar, ë? Nuk e kam takuar Gjergj Kllunin, po dua ta takoj. Po ç'a të bëj? E bëra me inteligjencën artificiale. Më thuaj pak, Anvera, pse dëmton në këtë rast media në këtë luftën për klikim? Pra, se po dëgjoja me vëmendje Paulinën që thot u shpërnda nga mediat dhe u tha si fakt i kryer që fantazma del në Prishtinë. Tani edhe unë kur e paralajmërova temën pak më herët përpara se ta anoncoja publicitetin, thash okej, dikush mund ta besoj, dikush jo, është disi qesharake, po ka pasur atë nga ata që e kanë besuar, se më fal, kur e shef në një media, do e besosh se ç'do bësh. Ne si popull jemi shumë kreativ. Edhe mu më shqetëson fakti pse këtë kreativitetin që kemi si popull nuk e shfrytëzojmë për gjëra të bukura. Realisht, ndoshta njeriu që ka prodhuar një krijim të tillë, nuk e ka pas qëllimin me ardërit e kjo, po që i ka rrëshit nga durët dhe mandej nuk ka mujt me bo kontrol jashtë kësaj. Na kemi probleme tjera që kishe mujt me përdora kreativitetin, për shembull, qysh me shpëtu prej rreshjeve të shiut ose diçka të ngjajshme. Po qatë kreativitet shkojmë e bojmë qatë masë që nuk e mendon pjesën ndërmuese të popullatës që hala nuk i ka të qarta disa detaje, për shembull është e kohët mja u spjegu ti gjeneratës të moshume ose gjeneratës tre që sot inteligjenca artificiale e kryen një punë të njeriu të paqen, është original sikur me qenë faktik. Edhe kjo është e domshme, se ju krejt e kuptojnë një gjatë të tillë. Unë do ju kundërshtoja. Edhe ju që thoni që është inteligjencë, po të këmbët më çalon. Po tash në mitet e figurave friksuese, ekziston ajo dhia e bunarit, ekzistojnë disa fantazma që e kanë jo ngjyrën e bardhë o diçka të tillë. Ai me një theksim shumë të qartë inteligjent e ka prodhu këtë figurë. Edhe e ka ditë saksisht ku me prek popullatën. Tash ja ka arrit qëllimit, po qëllimin ati personalisht Paulina, po me ditë çka ka a e pas hoqi kjo foto vëmendjen nga përmbytjet në Kosovë? Në fakt e hoqi vëmendjen edhe nga Albin Kurti. Më në fund, gjetëm një që e heq vëmendjen Albinit.
Dhe paramendoj e tani të mos hiqet vëmendja nga përmbytje dhe probleme tjera të shumta që i kemi, madje edhe nga rritja e çmimeve, nga ngritja e inflacionit në muajin dhjetor që kishim në Kosovë, shumë probleme të tjera të cilat ne i kemi në përditshmëri. Ska gjë smërziteni ju që rriten çmimet prap Albinin votoni, kështu që jeni mirë. Jo, sigurisht derisa kjo fantazma, le të themi, kjo fotografi arriti në përmasa të tilla që u përfol më shumë se Albin Kurti, tani mund ta paramendoni se në çfarë niveli ka ardhur, kështu që nuk e di, ndoshta duhet ta duart trokasim këtë që e ka bërë për këtë arritje. Sepse vërtet që kohëve të fundit ka qenë sigurisht personi më i përfolur në Kosovë dhe erdhi kjo fantazma në Prishtinë dhe sikur ja mori, le të themi, vendin e parë të diskutimit në të gjitha mediat, rrjetet sociale. Përpara se ta mbyllim, të lutem, më ndihmo pak Paulina me një detaj. A merren masa për këto media që shpërndajnë lajme fake? E them këtë për shkak se në Shqipëri u bë problem shumë i madh në një periudhë kur flitej do biri tërmet tani, do biri tërmet për 5 minuta, lini shtëpit e këto tjera me radhë. Atje, a merren masa? A ka ndonjë ligj për fake news? Po, ne kemi Këshillin e Mediave të Shkruara të Kosovës, të cilët sigurisht kemi edhe Komisionin e Pavarur të Mediave, të cilët i mbikëqyrin punën e mediave në Kosovë dhe sigurisht se të gjitha ato media të cilat bëjnë raportime të tilla të pavërteta, të pabazuar në etikën profesionale të cilën ne e kemi mësuar qysh në vitin e parë të studimeve të gazetarisë, e marrin dënimin e tyre. Ideja është që kjo të bëhet një mësim, sepse ndonjëherë janë gazetarë të cilët për hir të qenurit i pari vrapojnë drejt një lajmi të pakonfirmuar dhe pastaj dëmi është aq i madh sa po diskutohet sot në këtë nivel edhe jashtë kufive të Kosovës. Kështu që ideja është që le të jetë ky një mësim edhe për ata studentët që po e nisin vitin e parë të studimeve në gazetari, që nuk bëhet në këtë formë. Sigurisht ne kemi mësuar të kemi burime, të kontaktojmë policinë, të flasim me njerëz, tani më edhe të shohim se a janë gjëra të gjeneruara me inteligjencën artificiale. Është vështirësuar puna për gazetarët, por në fund të ditës detyra jonë është të verifikojmë lajmet dhe asnjëherë të mos nxjerrim lajme të pavërteta. Sigurisht ka dënime në Kosovë të cilat janë dhënë për shkelje të etikës qoftë në televiziona apo në media të shkruara. Paulina Ambera, ju falenderoj shumë. Do dëgjojmë herë tjetër. Po uroj për tema jo inteligjenca artificiale. Ju përshëndes, shumë faleminderit. Dhe jo për fantazma. Jo fantazma, jo. Më shpesh për Albin Kurtin do ju ftoj, se e di që e keni me qef kur flitet për kryeministrin. Publicitet kthehemi pas pak. A ke vdekur është ky aplikacioni që po përdoret në Kinë për të gjithë ata që jetojnë vetëm, të cilët çdo 2 ditë duhet thjesht të kthejnë përgjigje me po. Në të kundër do t'jepet alarmi që ata janë ndarë nga jeta. Kam në një lidhje direkte Angelo Lushkja dhe Artan Goca në këto çaste. Ju përshëndes të dyve, faleminderit për kohën. Angelo Goga, ndjes. Angelo eksperta i ti, Goga ti jeton në Kinë apo jo? Por para se të shkoj tek Angelo, po e nis me ty, më thuaj pak, çfarë aplikacioni është ky dhe apo përdoret në Kinë? Ky është një aplikacion i ri, i sapo dalë në Kinë dhe ka bërë bujë sepse është shkarkuar, është numri 1 i shkarkimeve, domethënë, në ditët e fundit. Edhe është aplikacion me pagesë, por me një pagesë shumë simbolike, të themi një YN, domethënë rreth 10-20 lekë të rinë në vit dhe ka bërë bujë domethënë sepse si një aplikacion kaq i ri ka pasur këtë numër kaq të madh shkarkimesh dhe besoj se do flasim në vijim se përse në fakt është kjo kurresht edhe ky popularitet. Pse? Unë mendoj se në fakt nuk fshihet nuk është çështje vërtet ndonjë problemi të mprehtë shoqëror, është thjesht çështje e emrit, sepse ka bërë bujë emri. Në fakt mendoj edhe në Shqip, nëse shohim një aplikacion me këtë emër, a ke vdekur, sigurisht do na bënte përshtypje ç'është ky aplikacion dhe thjesht është kurreshtja e të rinjve, në fakt dëshira e tyre për të eksploruar, për të provuar të rende, për të parë se çfarë është në të vërtetë ky aplikacion. Po të tregoj pak se çfarë është, domethënë në fakt si aplikacion është thjesht kundrejt kësaj pagese të vogël siç thash, lë 1 ose 2 numra kontakti të njerëzve të tu të afërt, të shokut, të mikut. Pra, ideja Goga është që
ti merr këta aplikacion në celularin tënd, në një moment të caktuar do bësh pagesën për të pasur këtë aplikacionin, vendos 2-3 emra të kontakteve të tu të besuar, ti jeton vetëm në kin dhe aplikacioni çdo 2 ditë të pyet, a ke vdekur? Çdo ditë i duhet reagosh me jo në këtë rast, dhe në momentin që ti nuk i përgjigjesh më aplikacioni çon alarmin te kontaktet që ti ke vendosur. Kjo është ideja. Shumë e qartë. Kjo është ideja, por më fal nuk është se vërtet është në një problem kaq i madh nëse ke vdekur i vetëm apo jo. Mund të thuhet se qëndron të themi para asaj qëndron një shifër që numri të rinjve në kin ose të njerëzve të moshës të mesme që jetojnë vetëm sigurisht është e kuptoj. Rreth 100. Kam përshtypjen interesante duhet jetë nëse aplikacioni të pyet a ke vdekur dhe ti përgjigjesh me po kjo është çështje depresionit me cilin duhet ta diskutoj me sociolog. Angelo, ç'është ky aplikacion? Më thuaj pak. Ka një problem me audion me Angelo, nuk e dëgjoj, për pak çaste do jetë okej me ne. Përpara se të kemi audion e Angelos, Goga më shpjego pak, apo e përdorin shumë në kin tani që ka dalë? Thash ta përmend të qëndroj tek emri popularitet, nuk është në fakt as që është jetojnë të rinj të vetëm, po nuk është se janë të vetmuar. Më thuaj? Nuk është se janë të vetmuar, jetojnë të vetëm, po jo do mos janë të vetmuar dhe sigurisht kina për fat të mirë marrëdhëniet ende këto marrëdhënie familjare janë ende të forta. E ke menduar ta kesh këtë aplikacionin në celular apo nuk të jep ndonjë lloj? Jo, nuk e kam. Unë lidhem me të tjerët me anë të WeChat-it nëse ke vërtet nevojën është WeChat-i për atë punë. Angelo, më thuaj, ç'është ky aplikacion? Atëherë, unë mendoj se është një aplikacion, si që ta zëvëtri e para me, mendoj se është një aplikacion që në fakt mund të ndihmojë vërtet njerëzit të cilët jetojnë vetëm. Aplikacioni vetë nuk është se të pyet ty konkretisht, pra thuash po ose jo nëse ke vdekur, sepse normalisht nuk bën sens që ti thuash të përgjigjesh me po, nëse ti ke vdekur, nuk mund ta bësh ti çfarë. Mirë, por mund të përgjigjesh për të parë çdo bëj aplikacioni, do njoftoj këta numra. Jo, raporton tek aplikacioni çdo ditë. Aplikacioni vetë pra nuk të pyet nëse ti ke vdekur, thotë, a je gjallë akoma. Pra ti thua po. Po emri i aplikacionit kështu është. Are you dead? Po, por nuk do të thotë që aplikacioni vetë bën këtë gjë. Pra, nëse ti nuk i thua aplikacionit që je gjallë, pra, po themi, fakti se ti je gjallë e vërteton me anë të shtypjes së një butoni çdo ditë, nëse nuk kryhet pra shtypja e këtij butoni çdo ditë, ditën e dytë ose po them pas 48 orësh do dërgoj një alarm te kontaktet e tua. Dhe ndryshimi që bën para ky aplikacion nga besoj dhe nga sistemet e tjera operative, po themi në iPhone ose në iOS, ti mund të shtosh kontaktet e tua të emergjencës, të cilët kontaktohen në rast se ti ndodhesh në një aksident, po themi. Pra çfarë bën ky aplikacion është thjesht që në vend që ky njoftim të shkojë në rast të aksidentesh, po themi me makinë, automobilistik, ti nëse nuk e klikon këtë çdo 2 ditë pasi jeton vetëm, themi, do shkojë një njoftim kontaktet të tua të cilët do mundohen të vendosen në kontakt me ty. Dhe nëse ata nuk marrin përgjigje nga ty, pra do mund të kontaktojnë policinë që të shkohet dhe të kontrollohet, të quhen liveness tests ose checks. I krijojnë vetë në kin këto aplikacionet dhe a mendon që përfitohet prej tyre, se po shpjegonte edhe Goga më herët që bëhen me pagesë? Atëherë, kjo pagesa për është shumë simbolike, 10-20 lekë vjetra sa kushton aplikacione. Jo, simbolike është se në kin ka mjaftueshëm njerëz për të mos qenë simbolike. Se janë aq shumë sa nuk ngelet aq. Në shkallë të gjerë sigurisht që bën shumë të ardhur me aq numër përdoruesish, por aplikacioneve vetë është shumë i thjeshtë. Pra nuk çdo person, po themi, me shumë pak njohuri në programim mund të rikrijoj diçka të tillë dhe ta aplikoj dhe në tregje të tjera pra ndërkombëtare. Është një shpikje e re apo është një ndryshim kolosal, po themi, nga gjërat që ekzistojnë. Ti Angelo, kishe dëgjuar për këtë aplikacionin apo sot që të tham ne? Pra është se duhet kuptoj, a është i njohur apo jo? Nuk kisha dëgjuar për këtë aplikacion konkretisht, po di që ka dhe aplikacione ose platforma të tjera të cilat bëjnë pak a shumë të njëjtën gjë. Domethënë pra, nëse ti nuk krye një veprim në një
X periudhë kohore mund të bëj një veprim tjetër të cilin ti do që të bëj. Në këtë rast automatikisht ky aplikacioni bën thjesht kontaktimin e kontakteve tuaja. Jo si ekspert të fushave përkatëse që keni, po Angelo dhe Goga, dua t'ju pyes ju personalisht, do ishit pro përdorimit të këtij aplikacioni për njerëzit që jetojnë vetëm? Angelo, fillimisht pastaj shkoj te Goga, po. Personalisht do isha pro në qoftë se ky aplikacion pra do programohej në mënyrën e dur, pra do gjithë dhënat të jenë private, mos ketë akses as krijuesi i aplikacionit të vetë aplikacionit. Pra në qoftë se unë vendos emrin të dhënat e mia në aplikacion, dhe vendos numrat e kontakteve të mi të emergjencës, dua që këto të dhënat mos të jenë të aksesueshme as nga vetë krijuesi i aplikacionit. Pra do të ndodhë ajo që ne themi enkriptimi end-to-end ose nga të dyja skajet. Pra as vetë krijuesi i aplikacionit mos të ketë mundësi që të marrë ose të ndërhyjë në këto të dhënat të cilat janë private, pasi janë dhe emra. Shiko, është pak të mbetesh pengi këtij aplikacionit, se duhet çdo 2 ditë ti përgjigjesh, imagjino ti je i zënës, përgjigjesh dot në moment, ajo ngre alarmin. Po sigurisht, po mund bësh diçka tjetër, për shembull që nëse ti nuk përgjigjesh brenda një javë apo një muaji. Po them, apo nuk është të thënë që ti patjetër 2 ditë, sepse më qelloj. E vendos ti sa të duash këtë, hapësirën. Me sa diun ky aplikacion e ka vetë të vendosur 48 orë, 2 ditë. Por po them, mund të krijosh dhe diçka të tillë që ta zgjedhësh ti vetë kohën se sa do dhe nuk mbetesh para më pengi kësaj, sepse po them për 2 ditë ti mund të prishë telefonin, po them dhe nuk kem akses në aplikacion. Kështu që do ishte një alarm i rënd. Qartë, e kuptoj. Goga, kam qenë gjithmonë kurioze se pse përdorni aq shumë WeChat-in në Kin. Nuk i besoni aplikacioneve europiane, amerikane, nuk e di. Po, përse duhem përdorë aplikacionet... Kur kemi tonat. Kina është si temi një kontinent më vetëm në kuptimin që është aq e madhe sa Evropa, teknologjia e informacionit, teknologjia e përparuar, po zhvillohet. Përse duhet ketë Kina, një vend me 1,5 miliard banor, 1/5 e botës, duhet ketë të përdorit të themi aplikacionet e tjera, kur WeChat-i madje ka edhe funksione shumë të tepërta, më të shumta se sa themi WhatsApp-i, apo për shembull nuk e ndjen nevojën në Kin për të pasur këto. Në Kin themi ka themi YouTube-i kinez. Domethënë jo version kinez i YouTube-it, po website që është po themi si motra e YouTube-it. Për çdo të themi, për çdo website, për çdo aplikacion ndërkombëtar ke një përgjegjës, aplikacion përgjegjës në Kin, kështu që nuk të del nevoja unë me familjen, me të afërmit e mi, komunikojmë më shumë mirë me anë të WeChat-it, kështu që nuk besoj se del nevoja për përdorimin e këtyre aplikacioneve të themi ndërkombëtare. Dhe do shtoja që pse unë mendoj se në fakt kjo është më shumë jo, po nuk duhet përdorur, është më shumë një sensacion të themi se sa një dhe ajo që ka ngritur. Tërheq vëmendje me emrin që ka thua ti si aplikacion. Tërheq vëmendje me emrin që ka, bile thonë që madje thonë që përse për shkak ata themi moshat më të vjetra. Se është pak e çuditshme, pse nuk pyet ajo ai e gjallë, po thotë ke vdekur. Sepse në Kin, në kulturën kineze, si kulturën shqiptare të tjera, përmendja e vdekjes është tabu, po dhe pyetja është pse të themi të mos shohësh gjysmën plot të gotës, të pyesësh a je gjallë, po pyet a ke vdekur. Problemi është që ka një farë jo që mund quhet ndër tekstorie, si thua, sepse në Kin ka një aplikacion tjetër, çfarë do të them, në Kin ka një aplikacion tjetër shumë të njohur, që për dërgimin e ushqimeve. Ky aplikacioni për cilin po flasim, pra ke vdekur, në gjuhën kineze quhet SLMA. Ndërsa ky aplikacioni i ushqimeve është ELMA, pra janë shumë të ngjashme. Si thua, për t'i bërë jehon këtij aplikacioni ELMA do të thotë a ke uri, a je i uritur. Dhe për t'i bërë jehon këtij aplikacioni shumë të famshëm të dërgimit të ushqimeve në Kin, ky aplikacion i ri ka marrë këtë emër të ngjashëm, pra SLMA. Dhe thotë a ke vdekur. Tani, sipas studimeve në Kin, se po i hedh një sy Goga ndjes, dhe autoriteteve është rritur numri i personave që jetojnë vetëm në Kin.
dhe që s'janë të martuar, s'kanë të dashur, nuk jetojnë me prindrit, vëllezërit, motrat e tjerë. Dhe sipas medias kineze Global Times, numri i njerëzve që do të jetojnë vetëm do të arrijë 200 milion deri në 2030-ën. Dhe ky po themi është një lloj shqetësimi dhe ky aplikacion mund të vlejë si një pyetësor që shfaq hapur shifrat se sa persona jetojnë vetëm. Sigurisht, kjo mund të jetë edhe një tregues thash. Pra një test. Pas kësaj mund të qëndrojë edhe fakti që numri i të rinjve, sidomos që vinë nga krainat e tjera, që jetojnë vetëm në qytetet e mëdha, ka ardhur duke u rritur. Po thash, nuk është një problem kaq në të vërtet kaq i prehtë social apo që të meritoj një aplikacion në vete. Unë e shoh thjesht thash kurreshja e të rinjve, numri, sepse të themi edhe problemi më i madh i vetmisë kanë edhe të moshuar, sigurisht jo vetëm të rinj, ka edhe të moshuar të vetmuar të tjerë, edhe po të themi për vdekjen më të shqetësuar do të ishin ata se sa të rinj, kështu që populariteti i këtij aplikacioni përdoruesit, shkarkuesit e tij janë të rinj, të thjesht thash kjo në kin dalin me Po, jemi okay, të dëgjoj. Dalin aplikacione, lindin me qindra aplikacione në ditë, nuk mbijetojnë me qindra të tjerë, kështu që është një dukuri meteorike të themi, dhe nuk besoj se nëse do të qëndrojë vetëm me kaq ky aplikacion, do të mbijetojë. Me sa lexova, ata krijueset e tij po mundojnë të zgjerojnë funksionet e tij, ta bëjnë për shembull edhe prindër me fëmijë, për shembull për prindërit për të gjetur fëmijët se ku janë e të tjerë, nëse për shembull nuk kanë kontakt me fëmijën për të ditur se ku është fëmia pas 2, pas 5 orësh a diçka e tillë. Domethënë, e ardha këtij aplikacioni nuk besoj se nuk do të jetë kaq popullor nëse nuk do të bëjë ndonjë inovacion, nuk do të shtojë funksione shumë i qartë. Mirë, e sigurt është që asnjëri nga ne të tre nuk do ta përdori dhe nuk kemi pse të japim llogari aplikacionit. Si kjo shpreha që përdorin rëndomt shqiptarët kur kanë shumë vite pa të parë homogjallje. Kështu që aplikacioni se ka këtë të drejtë na e bëj këtë pyetje. Angelo, faleminderit shumë, Goga të përshëndes dhe faleminderit. Faleminderit e ju. Mirë, ne kemi mbritur në fund, ju pas pak do të jeni me edicionin informativ në ekranin e Top Channel, teksa së bashku do të shihemi sërish nesër në të njëjtën orë në Shqipëria Live. Kalofshi mirë.